Para se të filloj kjo histori, duam të dëgjoj mendimin tuaj. Nëse besoni se ky burr bëri gjën e duhur, nëse besoni se heroizmi nuk njeh kufi, nuk njeh racë dhe nuk njeh klasë sociale, shkruani në komente, heroi i vërtet. Sepse pas çdo veprimi të madh qëndron një njeri i zakonshëm që zgjodhi të bënte diçka jashtëzakonshme, dhe kjo është historia e tij. Lumi nuk pyet kurrë kë po merr. Ai rrjedhi qetë, i matur, i paanshëm, dhe pastaj në një çast të vetëm kthehet në diçka të tmerrshme, kthehet në një forcë të zezë, të ftohtë, pa mëshirë, që gëlltit gjithçka i gjendet përpara. Pemë, degë, gjethe, njerëz. Ai mëngjes nuk ishte ndryshe nga çdo mëngjes tjetër, të paktën kështu dukej në fillim. Qielli mbi qytetin e Asheville, Carolina e Veriut, ishte i hapur dhe i artë, me ato ngjyra që vetëm mëngjeset e vjeshtës i dim prodhuar. Ajri kishte atë freski të lehtë që të godet fytin dhe të bën të ndihesh gjallë, të bën të ndihesh se jeta ka kuptim edhe kur gjithçka tjetër duket e lodhur dhe e rëndë. Artan Gashi u zgjua në orën 5:30 të mëngjesit, ashtu si çdo ditë tjetër. Jo sepse kishte orë alarmi, ai e kishte fikur atë prej kohësh. Trupi i tij ishte mësuar me ritmin e punës, me ritmin e atij njeriu që nuk i lejon vetes luksin e gjumit të gjatë, sepse dinte mirë se luksi kishte çmim dhe ai çmim paguhej me orë pune, jo me ëndra. Ai u ngrit ngadalë, uli këmbët në dysheme, ndjej të ftohtit e drurit në shputat e tij dhe ul për një çast në buzë të shtratit me syt gjysmë të mbyllur, duke dëgjuar heshtjen e mëngjesit. Dhoma ishte e vogël, një shtrat i ngushtë, një komodinë e vjetër me një gotë ujë gjysmë të plot, një fotografi e xhamit të thyer jo prej rastit, por prej një çasti zemërimi të largët, të cilin ai e kishte harruar, por nuk kishte mundur ta fshinte krejtësisht nga memoria. Muri kishte një njoll lagështie në këndin e djaft. Dritarja shikonte nga një obor i ngushtë, ku fqinji mbante 2 kova metalike dhe një biçikletë pa rrotë të pasme. Nuk kishte asgjë luksoze në atë dhomë, por kishte diçka tjetër, kishte dinjitet. Dinjitetin e atij njeriu që nuk kërkon shumë, por e mban veten me krenari. Artan kishte 39 vjet. Kishte ardhur në Amerikë 13 vjet më parë, me një çantë të vogël, disa qindra dollar të kursyere me kujdes të madh dhe një premtim të bërë vetes, se do të punonte, do të mësonte, do të ndërtonte diçka. Nuk kishte ardhur me iluzione. Kishte parë shumë shqiptar të nisin udhëtimin transatlantik me shpresa bujshme e të ktheheshin thyer. Ai kishte vendosur se nuk do të ishte i tillë, do të qëndronte me këmbë në tokë, do të bënte punën që i ofrohej, do të kursente çdo cent dhe do të shikonte nga e ardhmja. Dhe kështu kishte bërë. Kishte qenë kamarier, kishte pastruar zyra natën, kishte punuar në ndërtim në ndjellin e Carolinas ku djersja dhe guri e pluhurit i përzieshin lëkurës dhe e bënin të ndihet si pjesë e tokës vet. Kishte mbaruar një kurs elektricisti dhe tani punonte si elektricisti lir, freelancer, siç e ka quanin amerikanët, duke bërë punë nëpër shtëpi e biznese, duke ndërtuar instalime elektrike, duke futur kablorime të reja nëpër muret e shtëpive të huaja. Nuk ishte punë e lehtë, por ishte punë e ndershme, dhe Artan Gashi dinte ta vlerësonte ndershmërinë mbi gjithçka tjetër. Ai e dinte gjuhën angleze mirë, jo me aksentin e aktorëve britanik, por mjaftueshëm për të komunikuar, për të negociuar, për të kuptuar dhe për të kuptuar. Kishte mësuar duke dëgjuar, duke lexuar, duke bërë gabime dhe duke i korrigjuar. Kishte lexuar gazeta, kishte parë filma, kishte dëgjuar radiofonike dhe kishte biseduar me njerëz të gjithë llojesh, nga të pastehurit te profesorët, nga punëtori fabrikës dhe avokatët. Amerika kishte kaq shumë njerëz, kaq shumë shtresa, dhe Artan kishte mësuar ta shikojë këtë diversitet jo me ankth, por me kureshtje. Por pavarësisht gjithë kësaj, ai mbetej thelbësisht ai njeri i thjesht nga fshati. Nga i fshati vogël në malësitë e Shqipërisë së Veriut, ku nëna e tij bënte bukë në oxhak dhe babi kthehej në darkë me duart e zeza nga puna e fushës, ku gratë uleshin në mbrëmje të qep dhe burrat uleshin të tregonin histori, ku fëmijët rriteshin me ajrin e pastër të malit dhe me vlerat e vjetra, nderin, burrërinë, mikpritjen, besën, vlerat që nuk trashëgohen me letra notariale, por me shembull, çdo ditë, çdo orë, në çdo veprim të vogël e të madh. Artani kishte mbajtur ato vlera gjatë gjithë viteve në Amerikë, sidomos besën, atë fjalë të vjetër shqipe që s'ka përkthim të plot në asnjë gjuhë tjetër.
Besa nuk është thjesht premtim, besa është nderi i fjalës, besa është ajo gjë që te malet e Shqipërisë ishte më e shenjtë se jeta vet, sepse ta thyesh besën do të thoshte ta shkatroje veten si njeri. Dhe Artan, edhe pse kishte lënë malet pas, e kishte sjellur besën me vete, e mbyllur si një gur të çmuar në zemër. Atë mëngjes, pas 2 filxhaneve kafe zezë dhe një buk tost me gjalp, ai mori çantën e veglave dhe u nis drejt punës. Kishte një punë të vogël, ndreqja e një instalimi elektrik në një shtëpi familjare në periferi të qytetit. Nuk ishte asgjë e madhe, por ishte punë, dhe çdo punë meritonte kujdes dhe respekt. Rruga dërtonte pranë lumit French Broad, ai lumi i bukur dhe i dëgjuar i Karolina së Veriut, që rrëshqiste në përzemrën e zonës si një kujtim i gjatë dhe i qetë. Në mëngjes, lumi kishte një ngjyrë argjendi të çuditshme, tjusaj metalike, tjusaj gjallë. Artan kalonte atje çdo ditë dhe gjithmonë dalonte për një çast vetëm për ta shikuar. Kishte diçka tek lumi që i qetësonte, diçka që i kujtonte lumenjtë e Shqipërisë, drinin, malin e zi, ujërat e maleve të tij të fëmijërisë. Uji i ftohtë, i pastër, që rrëkëllinte mbi gur dhe thoshte gjëra që askush nuk mund ta kuptonte plotësisht. Ai ndaloi makinën, një pick-up të vjetër të bardhë, modelin 98, me xhamin e djathtë të thyer dhe kasetën e ndezje të problem, dhe zbriti për t'u shtrirë pak. Kishte 10 minuta, mund të humbte 10 minuta. Qëndroi mbi urën e vogël të drurit, u mbështetur në brinjën metalike të saj dhe shikoi ujin poshtë. Lumi kishte dal pak nga shtrati i tij, kishte rënë shi 2 ditë më parë dhe uji ishte i fryer, i turbulluar, me rrymë më të fortë se i zakonshme. Gjethet e jelbërta dhe kafe notonin në mbi sipërfaqen e tij si mesazhe të shkruara në gjuhë të panjohura. Dhe atëherë e dëgjoi. Nuk ishte zë i qartë, nuk ishte diçka e mprehtë, ishte një farë zëme të mbutur, i dobët, i tmerrshëm, si zëri i dikujt që po lufton me diçka më të fortë se vete, si gurgull i fundit i dikujt që po humbet betejën. Artan u drejtua menjëherë. Syti kaluan shpejt mbi sipërfaqen e ujit. Dhe atëherë pa. Aty, rreth 20 metrave larg urës, në mesin e lumit, një trup i vogël binte e ngrihej me lëvizje të çrregullta të dëshpëruara. Krahët e vegjël luftonin me ujin, por uji ishte shumë i fortë, shumë i ftohtë, shumë i padrejtë. Ishte një fëmijë, ishte një vajzë e vogël. Artan nuk mendoi. Ky është ndoshta fakti më i rëndësishëm i kësaj historie. Ai nuk mendoi, nuk bëri llogaritje. Nuk peshoi rreziqet, nuk pyeti veten nëse duhej të priste ndihmë, nëse kishte dikë tjetër afër, nëse lumi ishte shumë i rrezikshëm. Trupi i tij veproi para mendjes, dhe kjo ndodhi sepse brenda tij kishte diçka që nuk ishte mësuar, nuk ishte ndërtuar, nuk ishte kultivuar me fjalë. Ishte e lindur, ishte pjesë e tij si gjaku dhe frymëmarrja. Hodhi xhaketën, hodhi çizmet dhe u hodh. Uji e goditi si një mur i ftohtë. Temperatura ishte 90 gradë, trupi i tij njohu menjëherë rrezikun, muskujt u ngurtësuan për një sekond, mushkërit tentuan të tkurreshin, por ai forcoi, theu ngrirjen e parë dhe filloi të notonte drejt vajzës me çdo forcë që kishte. Rrjedhja ishte shumë e fortë, e çonte mbrapsht, e çonte anash, e shtinte të binte nga kursi. Artan notonte fort, me krah të plot, duke mbajtur kokën mbi ujë, duke mos humbur syrin nga ajo pikë vogël e errët që shihej e zhdukej midis valve. Zemra i rahte me fuqi të madhe, jo nga frika, por nga urgjenca, nga ajo ndjesi e pastër primitive që thot, ka një jetë atje dhe duhet ta shpëtosh. Ai e kapi vajzën pas 30 sekondash, 30 sekonda që i dukeshin si 30 minuta. Krahëve të tij i tremnin, trupi e vinte poshtë, por e kapi nga krahu i tij, i vogël dhe i ftohtë si mermeri, dhe e shtrëngoi kundër gjoksit të tij. Vajza nuk lëvizte. Tani ishte edhe më e vështirë. Njëra dorë mbante vajzën, tjetra notonte, këmbët luftonin me rrymën. Ai e drejtoi veten drejt bregut, jo nga vendi ku kishte hyrë se rrjedhja kishte çuar shumë poshtë, por drejt bregut të afërt, drejt çfarëdo cope toke të ngritur mbi ujë. Shpina i dhimbte. Mushkërit i digjeshin, nuk kishte frymë të mjaftueshme dhe uji hynte në gojë me shijen e tokës dhe gjethnajës. Por arriti. Tërhiqet mbi breg si një shtazë e plagosur, me vajzën ende të mbajtur kundër gjoksit. Guri e bari lagër e priti poshtë. Ai ul me gjunjë, vuri vajzën me kujdes mbi tokë dhe filloi menjëherë të kontrollonte. Fytyra e saj ishte e kaltër, sytë të mbilur, nuk frymëmarte.
Artan kishte mësuar ndihmën e parë shumë vite më parë, kursi thjesht i obliguar nga punëdhënësi i tij i parë. Kishte menduar atëherë se s'do t'i duhej kurrë. Tani i kujtonte çdo gjë me një qartësi të çuditshme. Filloi me kompresionet e gjoksit. 1, 2, 3, 4, 5. Pastaj qeli kokën e vajzës, ngriti mjekrën dhe i dha frymëmarrje nga goja. Hera e parë, asgjë. Hera e dytë, asgjë. Hera e tretë, vajza kolloti. Ujë doli nga goja e saj, trupi i saj u drodh dhe pastaj si një mrekulli e vogël e çuditshme, ajo mori frymë. Një frymëmarrje e thellë, e dhimbshme, e tërmershme dhe e bukur. Artan ul prapa mbi thembra dhe ndjeti diçka që nuk kishte ndjer kurrë më parë, diçka midis gëzimit dhe shpërbësimit, sikur një tension shumë i gjatë çlirohet papritmas dhe trupi nuk di si ta mbajë veten. Syti i erdhën lot, jo nga trishtimi, por nga lehtësimi, nga jo ndjesi e papërshkrueshme kur kupton se ke bërë diçka që kishte rëndësi reale. Vajza hapi syt. Ishin sy të mëdhenj, të gjelbër si gjethet e freskëta të pranverës, me atë ngjyrë të çuditshme që vetëm fëmijët e kanë, të pastër, të paprekur, të plota. Ajo shikoi Artanin pa e kuptuar, pa e njohur, me atë huti të thellë të dikujt që sapo ka kaluar nëpër diçka shumë larg kuptimit të zakonshëm. Pastaj buzët e saj lëvizën. "Babi", tha ajo me zë të mbytur. Artani i mbajti dorën e saj të vogël dhe të ftohtë midis duarve të tij. "Jeni mirë", tha Artani me anglishten e tij me theks. "Jeni mirë tani, jeni të sigurt." Vajza e shikoi edhe një herë, pastaj i mbylli syt. Nga larg dëgjoheshin tani zëra. Dikush nga ura kithë e parë, dikush kishte thirrur ndihmë. Sirena e ambulancës filloi të dëgjohej nga larg, duke u afruar me atë zë të njohur të urgjencës, që gjithmonë të bën zemrën të shpejtojë, edhe kur nuk ke asgjë të friksohen. Artan qëndroi aty mbi breg, me ujin ende duke rrjedhur nga rrobat e tij, me vajzën e vogël gjysmë të ndërgjeshme mbi tokë pranë tij dhe priti. Nuk kishte menduar ende se kush mund të ishte ajo vajzë. Nuk kishte menduar ende se çfarë do të ndodhte pas. Ai kishte bërë thjesht atë që duhej të bëhej. Ambulanca arriti në 6 minuta. 2 parametrik zbritën me shpejtësi, me pajisjet e tyre, me ato duar të stërvitura dhe me ato fytyra profesionale që tregojnë se nuk është hera e parë dhe nuk do të jetë e fundit. Ata morën vajzën me kujdes, e vendosën me barrel, filluan kontrollet e tyre sistematike. Artan qëndroi në breg, me duar të lira, me rroba të lagra, me të ftohtën duke e shkundur nga brenda. Njëri nga parametrikut i afrua. "Jeni ju ai që e nxori?" "Po, jeni lënduar?" "Jo", pastaj e mendoi. "Pak i ftohtë." Parametriku i hodhi një batanie termike mbi supet, ato batanie argjendi që te filmat duken si të ardhura nga e ardhmja. Artan e mbajti mbi supet pa i ngrënë shumë, duke shikuar si vajza futej në ambulancë. "Si quhej?" pyeti parametriku. I hodhur një shikim. "E dini?" "Jo, nuk e njoh. Thjesht doja të dija." Parametriku hezitoi. "Ende nuk e dim, nuk kishte ai di me vete." Pastaj shtoi, me një ton pak më të butë. "Por është mirë, faljush." Ata u larguan me sirena. Artan mbeti aty, i vetëm me lumin dhe barin e lagur dhe bataninët e tij të argjend, duke shikuar si ambulanca zhytej në trafikun e mëngjesit dhe zhdukej pas një kthese. Vetëm atëherë ndjeu të ftohtën vërtet. Ju mblodhën dhëmbët, muskujt e tij dridhnin, duart nuk i bindeshin si duhet. Ai u largua ngadalë drejt makinës, mori çizmet dhe xhaketën nga ura ku i kishte lënë, u ul brenda dhe ndezi motorin për të marrë nxehtësi. Qëndroi aty gjatë, mendoi. Nuk ishte ati lloj njeriu që dramatizonte, nuk i ra telefonit e lajmëronte miqt, nuk shkoi në media sociale, nuk kishte mendimin kam bërë diçka të madhe. Mendoi thjesht për vajzën, për ato sy të gjelbër të hapura, për atë zë të mbytur duke thirrur "babi". Mendoi se si ra në lum, mendoi se ku ishte familja e saj, mendoi se ai ishte mirë. Më pas mori telefonin dhe thirri klientin e tij. "Edi, nuk do t'jem në Kosot, u vonova pak." "S'ka gjë Artan, kur mundesh?" Ai e vendosi telefonin dhe vazhdoi të shikonte nga dritarja. Lumi rrjedhte i qetë, sikur nuk ishte ndodhur asgjë. Gjethet vazhdonin të notonin. Qieli ishte ende i artë. Bëri punën e tij atë ditë, vonë por e bëri. Ndreqi instalimet, testoi lidhjet, lëshoi çdo prizë dhe çelës. Punoi me kujdes si gjithmonë, sepse elektricisti i keq nuk dëmton vetëm veten, dëmton ata që jetojnë në atë shtëpi, ata që shtypin çelësin e dritës pa e ditur se çfarë qëndron pas murit. Artan e merrte përgjegjësinë seriozisht. Por gjatë gjithë ditës, mendja i kthehej te vajza.
ato sy të gjelbër, ajo frymëmarrja e parë pas kompresioneve, ajo kollë e vogël heroike. Mbrëm, ndërsa hëngri darkën e tij të thjesht, spageti me salcë domate dhe birë buke, hapi televizorin nga zakoni. Dhe atëherë pa. Lajmet lokale, fusha e televizionit me fytyrën e tij, të lagur, me batanien e argjend mbi bregun e lumit, imazhi marrë nga dikush me telefon, ndoshta nga ura. Titulli poshtë: Man saves girl from drowning in French Broad River, identity unknown. Artan vuri gotën e ujit dhe u afrua te televizori. Gazetarja raportonte me zërin e saj të stërvitur. Sot në mëngjes, autoriteteve lokale u bë thirrje për një emergjencë te ura e Riverside Drive, ku një vajzë emitor u pa duke u mbytur në lum. Sipas dëshmitarëve okular, një burr i panjohur u hodh menjëherë nga ura dhe nxori vajzën duke i bërë edhe ringjalljes të suksesshme, para se të mbërrinte ambulanca. Vajza, e identifikuar si Sophie Hartwell, 8 vjeçe, ndodhet tani në spital në gjendje stabile. Autoritetet kërkojnë identitetin e burrit që e shpëtoi, i cili u largua nga vendi para mbërritjes së policisë. Artan dëgjoi emrin, Sophie Hartwell. Nuk i thoshte asgjë. Hartwell, mbiemër amerikan, i zakonshëm. Pastaj gazetarja vazhdoi dhe atëherë gjërat ndryshuan. Familja e vajzës, Thomas dhe Caroline Hartwell, kanë lëshuar një deklaratë, falenderuan shpëtimtarin e panjohur dhe kërkojnë publikisht kontaktin e tij. Thomas, CEO i Hartwell Capital Group, është një nga njerëzit më të pasur në Carolina e Veriut. Artan u ndal. Hartwell Capital Group. E dinte emrin, e kishte dëgjuar ndonjëherë, pa e ditur shumë. Një firmë financiare e madhe, diçka e lidhur me investimet dhe tregjet, emri i madh. Por kjo nuk ndryshoi asgjë brenda tij. Vajza ishte vajzë, pavarësisht kush ishte babai i saj. Ishte falenderuar që ishte mirë, ishte e mjaftueshme. E ndezi televizorin dhe shkoi të flinte. Por nuk flinte dot. Kjo ishte e çuditshme për Artanin. Ai ishte njeri i gjumit të shpejt, njeri që u liste kokën dhe flinte. Por atë natë gjumi nuk i erdhi. Qëndroi me sy të hapura duke shikuar tavanin e zi, duke dëgjuar zhurmën e vonë të automjeteve nga rruga. Mendoi për Shqipërinë, mendoi për nënën e tij, atë gruan e vogël me duart e ashpra dhe buzëqeshjen e ngrohtë, që i kishte thënë kur ishte nisur: "Artan, ku të shkosh, mbaj nderin." Mendoi për babin e tij, burrin i heshtur, i fortë, që kurrë nuk e ngrite zërin, por kurrë nuk e lejonte veten të binte poshtë dinjitetit. Mendoi që çfarë do t'i thonin tani. Dhe pastaj mendoi për Sophie, atë vajzë të vogël me sy të gjelbur, dhe mendoi se ku ishte tani, se a ishte ngrohtë, se a kishte njerëzit e saj pranë. Shpresoi që po. Në orën 2 të natës, mori gjumin. Të nesërmen, ndërsa piu kafen e tij të mëngjesit, i biri telefoni, numër i panjohur. Artan hezitoi pak. Numrat e panjohur zakonisht ishin reklama ose gabime, pastaj ju përgjigj. Artan Gashi? Zëri ishte i qartë, profesional, pak formal. Po, unë jam. Emri im është David Pierce, jam avokati i familjes Hartwell. Ju keni kontakt me ne? Artan vuri gotën e kafes poshtë. Ndjeu diçka, jo frikë, jo shqetësim, por ajo ndjesia e ngritjes shpinës kur di se diçka e rëndësishme po ndodh. Kam parë lajmet, tha ai. Familja juaj, familja Hartwell, dëshiron t'ju takoj personalisht, sidomos Mr. dhe Mrs. Hartwell. Ata duan të falenderojnë burrin që shpëtoi vajzën e tyre. Si e gjetët numrin tim? Mbirgurrimi. Disa nga dëshmitarët kishin fotografuar makinën tuaj mbi urë, numrin e targës. Nëpërmjet kanaleve ligjore gjejmë informacion kontakti. Pastaj, si për të qetësuar, gjithçka është e ligjshme, e sigurt dhe familja Hartwell dëshiron thjesht të shprehet me respekt. Artan mendoi, nuk kishte arsye të refuzonte. Vajza ishte mirë, kjo ishte kryesorja, por nëse familja donte të atakonte, nëse donin të falenderonin, ishte gjë e zakonshme, gjë e natyrshme. Mirë, tha ai. Kur? Kur jeni i lirë, familja Hartwell është fleksibile. Takimi u caktua 2 ditë më vonë, mbrëm, tek shtëpia e familjes Hartwell. Artani e diti adresën dhe kur shkoi ta gjente me Google Maps si instinkt, e pa dhe u ndal. Lagje quhenti Biltmore Forest, njëra nga lagjeve më të pasura të Asheville-it, aty ku shtëpitë fshiheshin pas pemëve të larta dhe mureve të gjata, aty ku dyshemeja e hyrjes kishte granit dhe dritaret ishin të larta sa zyra bankare. Ai u pa në pasgyra të mbram dhe mendoi se çfarë të vishte. Kishte kostum, njëri, të bler para shumë vitesh për dasmën e një shoku. Ishte pak i ngushtë tani, pak i dalmode, por ishte i pastër dhe i rregullt. E veshi, pastaj e hoqi, pastaj e veshi sërish. Vendosi ta mbante, sepse nuk shkonte për të bërë përshtypje, shkonte si ai njeri që ishte,
punëtor, i thjesht, i ndershëm. Nëse kostumi ishte pak i ngushtë, kaq rëndësi kishte. Ai nuk kishte turp nga veshja e tij. Shoqja e tij, Blerina, gruaja e një miku shqiptari që jetonte gjithashtu në Asheville, i kishte thënë kur kishte dëgjuar lajmin. Artan, ata janë njerëz shumë të rëndësishëm, kujdes si flet, kujdes si sillesh. Ai e kishte dëgjuar me qetësi. Unë jam unë, Blerina, si gjithmonë. Ata kanë para shumëta. Edhe vajza e tyre kishte sytë gjelbër si gjithë fëmijët e tjerë. Para nuk ndryshon ujin. Blerina e kishte parë çuditshëm, pastaj buzëqeshi. Ti je njëri çuditshëm, Artan. Jo i çuditshëm, thjesht shqiptar. Shtëpia e Hartwellve ishte e madhe pa qenë arrogante. Kjo ishte gjëja e parë që vuri re Artani kur hyri. Kishte shtëpi të pasura që dukeshin si monument egoje, si pallate ndërtuar për të friksuar dhe të merrsuar. Kjo nuk ishte e tillë. Ishte e gjerë, e ndërtuar me gur natyral dhe drut errët, e rrethuar nga pemë të vjetra dhe livadhe të kujdesura, por jo arrogante. Kishte diçka, si fjalë angleze e thjesht, tasteful, me shije, jo shumë, jo pak, thjesht e sakt. Por kur porta metale e hekurit u hap automatikisht dhe ai nisi të ngriste pikapin e tij të vjetër midis rrugës së asfaltit të zbardhur midis pemëve, ndjeu papritur diçka. Nuk ishte frikë, jo shqetësim, por ajo ndjesia e ngritjes shpinës kur di se diçka e rëndësishme po ndodh. Dy shofer ose sigurisht njerëz të paguar prisnin para derës kryesore. Njeri u hapi derën e makinës me një profesionalizëm të qetë. Artani zbriti, i tha faleminderit me atë theksin e tij dhe ndoqi drejt hyrjes. Brendësia ishte e ngrohtë, druje errët, tapicerie bezh, piktura në mure. Jo ato piktura që bëhen thjesht dekor, por ato që kishin histori, ndriçim, peshë. Një piano e bardhë në këndin e dhomës së pritjes, disa libra mbi raftet, dhe nga mënyra si ishin vendosur, Artani vëri re se ishin libra të lexuar, jo libra bler për efekt. Kjo i bëri përshtypje. Pastaj hyri Thomas Hartwell. Ishte burr rreth 50 vjeçar, i gjatë, me flok gri të prerë shkurt, me sy të kaltër të paqet. Veshja e tij ishte thjesht, pantallona kaki dhe këmishë zedh, por kishte atë mënyrë të qëndruarit dhe lëvizjes të dikujt që ka jetuar shumë vjet me pushtet, me kontroll, me vendim. Jo arrogancë e shtirë, por siguri e thellë, sikur ka gjithë ai njeri që e di se çfarë vlen dhe çfarë jo. Mr. Gashi, tha ai, dhe zëri ishte i fortë, i qartë, pe emocione të dukshme. Shtroi dorën. Artan ja shtrëngoi, fort, siç ja kishte mësuar babai. Shtrëngimi e dorës thot çfarë je. Mr. Hartwell. Atë moment, para se të ndofte ndonjë gjë tjetër, u dëgjua një zë i vogël nga shkallët. Ai është Sophie. Zbriti shkallët me vrapim, të çuditshëm, pasi nuk duhej vrapuar në shkallë dhe ndoshta nëna e saj e kishte ndaluar 100 herë, me flok blonde të shpërndara dhe me atë gëzim spontan të fëmijëve që nuk ka logjik, nuk ka protokoll, nuk ka kufi të rriturve. Ajo vrapoi drejt Artanit dhe e kapi nga mesi, sa arrinte që ishte afërsisht e beli i tij. Ti ishe ai, tha ajo, ti mi shpëtove. Artan u ndal, i befasuar, pastaj u ul me gjunjë që ti ishte në lartësinë e saj. Sytë e gjelbër ishin aty, të njëjtit sy që kishte parë mbi breg të lumit, të njëjtin gri gjelbër të mrekullueshëm, por tani ishin të hapura plotësisht, të gjalla, të plota me atë kënaqësi fëmijërore që sheh botën pa filtrat e të rriturve. Unë jam Artan, tha ai thjesht. Unë jam Sophie. Pastaj, me atë drejt për drejtshmëri të fëmijëve, pse nuk kishe frikë? Artan mendoi, fëmijët e meritonin përgjigje të vërteta. Kishte frikë, tha ai, por disa gjëra janë më të rëndësishme se frika. Sophie e shikoi seriozisht, si po e konsideronte me kujdes. Pastaj nodi, atë nod serioz të fëmijëve, kur vendosin se diçka ka kuptim. Caroline Hartwell hyri nga dhoma ngjitur me atë mënyrën e gruas që ka mësuar të kontrollojë çdo gjë, hapat, shprehjen e fytyrës, tonin e zërit. Ishte grua e bukur, rreth 45 vjeç, me flok kafe të ndalura në supet, me veshje të thjeshtë por të shtrenjtë dhe me sy që kishin qarë kohët e fundit, kjo duke i qartë pavarësisht pudrave dhe kujdesit. Nën sytë e saj kishte atë errësirë të lehtë të shqetësimit të madh, të atij lloj frike që nuk shkon shpejt, që mbetet si hije edhe kur rreziku ka kaluar. Ajo u afrua me hapa të qetë dhe u ndal para Artanit. Buzët i lëviztën, por fjalët nuk dolën menjëherë. Pastaj, befas, lotët erdhën, jo me të qarë, jo me zhurmë,
por me atë rrjedhje të qetë të dikujt që ka mbajtur shumë gjatë dhe nuk mundet më. Nuk di si t'ju falenderoj, tha ajo me zë të mbutur. Fjalët nuk mjaftojnë. Artan u ngrit nga gjunjët, ku kishte qëndruar duke folur me Sophie dhe e shikoi Caroline me qetësinë e tij të zakonshme. Nuk duhen falenderime, vajza juaj është mirë, kjo është gjithçka. Caroline e shikoi, jo me atë shikim formal të dikujt që maton një person të ri, por me atë shikim të thellë që kërkon të kuptojë kë ka para vetes. Çfarë lloj njeriu është ky? Çfarë e shtiu? Çfarë ndjen tani? Thomas Hartwell qëndroi pak prapa, me krahët e kryqëzuar, duke shikuar skenën. Fytyra e tij ishte e vështirë të lexuar, si gjithmonë, sipas atyre që e njihnin. Kishte mësuar gjatë viteve të biznesit ta fshehte çdo emocion pas një maske qetësie profesionale, por në atë mask diçka lëviste, diçka që ai vet nuk ishte mësuar ta pranonte lehtë. U ulën në dhomën e madhe të ndenjës me një tryezë të ulët mes tyre, mbi të cilën shërbëtorja kishte sjell kafe dhe ujë. Sophie u ul afër Artanit, jo pranë prindërve, por pranë atij, si fëmijët që zgjedhin intuitivisht ku ndihen të sigurt. Thomas filloi të fliste me atë tonin e tij të matur, të kontrolluar. Mr. Gashi, ne kemi marrë informacione bazike për ju nga avokati ynë, shpresoj su munduat nga ky proces. Jo, tha ai thjesht. Dëshirojmë të shprehim mirënjohjen tonë në mënyrë konkrete. Familja jon, ai u ndal si duke zgjedhur fjalë. Ne jemi njerëz që besojmë se fjalët pa veprime janë boshe. Dëshirojmë të bëjmë diçka. Artan mbajti kotën e kafes në dorë dhe e shikoi Thomasin drejt për drejt. Kishte diçka në fjalët e tij, jo të keqe, jo me keqdashje, por ato fjalët e atij njeriu që mendon gjithçka si transaksion, si balancë debiti dhe krediti. Gëzimi dhe humbja, rreziku dhe shpërblimi, gjithçka kishte çmim, gjithçka kishte vlerë të matshme. Unë nuk dua asgjë. Heshtje. Thomas e shikoi pak të çuditshëm. Ju lutem mos e merrni gabim. Nuk është çështje, ai u ndal sërish. E kuptoj çfarë doni të theni, tha Artan me qetësi, jo me agresivitet. Por e vërteta është thjesht, unë ra në lum sepse doja të shpëtoja vajzën, nuk ra pasi prisja diçka pas. Kjo gjë, kur prisni diçka pas, e ndryshon thelbin e veprimit, e bën llogaritje, jo gjest njerëzor. Dhoma u bë e qetë. Caroline e shikoi burrin e saj, pastaj e shikoi Artanin, pastaj e shikoi Sofin që e ndiqte bisedën me ato sy të mëdhenj të gjelbër. Thomasi e humbi pak kontrollin e maskës. Ishte e vogël, pothuaj e padukshme, por Artani e vuli re. Diçka kaloi nëpër fytyrën e tij, sikur fjala e Artanit e kishte goditur jo si kritik, por si pasqyrë. Mund t'ju pyes diçka? Tha Thomas pas një çasti. Sigurisht? Nga jeni? Nga Shqipëria. Thomasi ndali ngadalë, si po regjistronte. Kur keni ardhur? 13 vjet më parë. Dhe punoni si elektricist? Po. Artani e dinte se çfarë po ndodhte. Klasifikimi. Kjo gjë që njerëzit e bëjnë kur takohen, vendosin njëri tjetrin në kategori, në shtresa, në kuti të vogla etiketuara. Emigrant, punëtor dite, elektricist. Artani kishte jetuar mjastueshëm gjatë në Amerikë ta njihte atë shikim, atë proces të heshtur klasifikimi. Por nuk e zemroi, nuk e lëndoi. E shikoi Thomasin me qetësinë e atij njeriu që e di kush është dhe nuk ka nevojë ta vërtetoj për askënd. Dhe ju? Pyeti Artani. Ju çfarë bëni? Hera e para të mbrëm, Thomas Hartwell buzëqeshi, i vogël, i çuditshëm, pak i habitur. Menaxhoj kapital, investime. Punë e rëndësishme, tha Artani sinqerisht. Njerëzit kanë nevojë për njerëz që kuptojnë parat. Thomasi e shikoi çuditshëm, sikur priste diçka tjetër, diçka cinike ose të trishtuar. Jo këtë. Biseda vazhdoi edhe gjysmëore. Nuk ishte e lehtë dhe nuk ishte e vështirë. Ishte ajo lloj bisede midis dy njerëzve shumë të ndryshëm, ku çdo fjali ndihej si eksplorimi i territorit të panjohur. Artani tregoi pak për veten, për punën, për qytetin, për lumenjtë e Shqipërisë që i kishin mësuar të notonte si fëmijë. Thomasi dëgjoi me vëmendjen e atij njeriu që është mësuar të analizojë, jo thjesht të dëgjojë. Caroline fliste rrallë, por me tesh, me atë grua që sheh gjëra që burri i saj shpesh i humb. Sophie fliste shumë, pyeste gjithçka. Si ishte Shqipëria? A kishte male? A kishte deti? Si thuaj lamtumir në Shqip? A kishte kafsh interesante? Artani i përgjigjej çdo pyetje me kënaqësi të vërtetë.
Fëmijët tillë me kureshtje të paanshme, me gëzim të pastër, ishin gjëja më e bukur në botë për të. Si thuhet faleminderit shqip? Pyeti Sofi. Faleminderit, tha ai. Ajo e provoi. Faleminderit. E theu pak, por me seriozitet të plot. Shumë mirë, tha Artani. Faleminderit Artan, tha Sofi me atë shqiptim të thyer, por sinqerisht të ngrohtë. Artani ndjeu diçka në gjoks, atë ngrohje të vogël që vjen kur diçka e bukur të godet pa e pritur. Kur u largua atë mbrëm, Thomas Hartwell e ndoqi deri te porta. Mr. Gashi, tha ai. Zëri kishte ndryshuar, pak, jo shumë, por mjaftueshëm. Artani u kthye. Doja të dini se faleminderit. Ky faleminderit dukej ndryshe nga ato faleminderit profesional. Dukej si diçka e dëmpjes të thuhet, si diçka e rëndë, si diçka që ai burr nuk e thoshte shpesh dhe nuk e thoshte lehtë. Artani tundi ngadalë. Kujdesuni për të. Çdo ditë të jetës sime, tha Thomas Hartwell me zë të ulët. Artani u fut në pikapin e tij të vjetër, ndezi motorin dhe u largua nëpër rrugën e asfaltit ndërmjet pemëve. Në pasqyren e pasme pa Thomas Hartwell që duke i qëndronte ende te porta, duke shikuar pas tij. Ditët që pasuan ishin të qeta, ose të paktën Artani u mundua t'i mbante ato qeta, por jeta kishte vendosur diçka tjetër. Lajmet lokale kishin bërë rrugën e tyre. Dikush kishte identifikuar pikapin, dikush tjetër kishte folur, dhe tani emri i tij, Artan Gashi, elektricist shqiptar, qarkullonte në Përazhvil me atë shpejtësi të çuditshme të fjalëve të mira dhe të këqija një lloj. Komuniteti shqiptar të qytetit i kishte ardhur gëzimi i madh. 2 ditë pas ngjarjes, Besim Krasniqi, njëri prej shqiptarëve të parë të Azhvilit, njëri i respektuar, i gjeti numri me Artanit dhe i thirri. Artan biri, ti ke nderuar gjithë nëmbin, tha Besim me atë zë të thrashtë e të ngrohtë. E teprove Besim. Nuk e teproj. Shqiptari nuk ik para rrezikut dhe ti e tregove, e gjithë Shqipëria po flet. Fjali e tepruar, e gjithë Shqipëria ka punë më të rëndësishme. Por Besimi kishte të drejtë, edhe nëse Artan nuk e pranonte. Nëpër grupet e Facebookut të diasporës, nëpër WhatsAppat e shqiptarëve nëpër Amerike, nëpër portalet online të Shqipërisë, historia kishte filluar të bënte rrugën e vet. Imazhi i atij burri me bataninjen argjendi mbi breg kishte diçka primitive dhe të fuqishme, diçka që godente direkt në zemër pa pyetur për leje. Artan i shmangte të gjitha. Nuk donte publicitet, nuk donte heroizmin e bërë spektakël. Kishte bërë diçka, por ajo gjë ishte e tija, ishte e Sofis, ishte asaj çaste mbi breg ku kishte ndjer atë lidhje primitive mes 2 qenieve njerëzore. T'i jepi atij çasti mikrofona dhe kamera dukej si profanim. Punoi si çdo ditë. Mori punë, mbaroi punë, kurseu, jetoi me thjeshtësinë e tij të zakonshme. Por çdo mbrëmje, ndërsa hëngri vetëm darkën e tij, mendoi për Sofi. Nëse ishte mirë, nëse kishte frikë tani nga uji, nëse do të mbante kujtimin si plag apo si mësim. Pas 2 javësh, telefoni i biu. Numri i njohur tani, David Pierce, avokati. Mr. Gashi, familja Hartwell do t'ju ftojë në një darkë, jo formale, thjesht familjare. Mrs. Hartwell specifikon se është ftesa e Sofis, jo e tyre. Artani buzëqeshi pa dashur. Sofi specifikon? Po, sipas Mrs. Hartwell, Sofi ka këngulur çdo ditë për 2 javë. Ai pranoi. Darka ishte ndryshe nga takimi i parë. Atmosfera ishte pyelirshme, pa të formalitetin e protokollit. Tavolina e madhe e drus ishte vënë me pjata të thjeshta, me bukë të pjekur, me sallatë dhe mish të pjekur. Jo ushqimi sofistikuar, por i mirë, i gatuar me dashuri. Kishte diçka në zgjedhjen e asaj darke, diçka që thoshte, ne deshëm të ndiheni njeri mes njerëzish, jo mysafir i rëndësishëm mes njerëzve të rëndësishëm. Sofi ishte rritur me disa qindra fjalë shqipe brenda 2 javësh, ose të paktën, kjo ishte pretendimi i saj. Kur Artan hyri, ajo vrapoi brejt tij dhe tha me seriozitetin e atij fëmije që ka mësuar diçka të re dhe nuk pret. Mirëmëngjes Artan. Është mbrëmje Sofi. Mirëmbrëma. Shumë mirë. Sofi triumfoi me krenari. Gjatë darkës, Artan vuri re diçka. Thomas Hartwell ishte një farsoj ndryshe. Jo të çliruar. Ai nuk ishte tip njeriu i çliruar lehtë, por kishte diçka më pak të ngurtë, diçka pak më shumë të pranishëm. Ai bëri pyetje reale, jo ato pyetje sociale boshe, por pyetje të vërteta. Për Shqipërinë, për historinë e saj, për punën e elektricistit, për jetën si emigrant.
Dëgjoj me vëmendjen e atij njeriu që ka vendosur të kuptojë, jo thjesht ta katalogojë. Caroline ishte e ngrohtë, e hapur. Ajo ishte natyrshëm ajo gjë që Thomas mësonte të bëhej. Tregoi për fëmijërinë e saj në Ohio, për takimin me Thomas, për arsyet pse kishin zgjedhur Asheville-in. Kishte humor të qetë dhe atë aftësi të rrallë për të bërë njerëzit të ndihen të mirëseardhur. Dhe Sophie ishte Sophie, forcë e natyre e mbështjellur në trup fëmijë 8 vjeçar. Pas darkës, ndërkohë që Caroline mori Sofin të flinte, Thomas dhe Artan mbetën në veranda. Mbrëmja ishte e freskët, me ata yje që vetëm larg qyteti shihen plotësisht. Thomas solli 2 gota whisky, pyeti nëse Artan pinte. Artan tha pak herë, po, dhe ulën. Për disa minuta nuk folën. Nuk ishte heshtje e pakëndshme. Ishte ajo heshtje ndërmjet 2 burrave që nuk kanë nevojë të mbushin çdo hapësirë me fjalë. Pastaj Thomas foli. Kisha një vëlla, tha ai. Zëri kishte kaluar në atë ton të ulët, të thellë, personal, ton krejt tjetër nga i zyrës ose i darkës familjare. Marku, 2 vjet më i ri. Mbujtje për kishim kur ai kishte 11 vjeç. Lum, kampim familjar, rrymë fort, nuk kishte kush atje. Artan nuk tha asgjë. Dëgjoi. Çdo herë që mendoj për atë ditë, mendoj, po të kishte qenë dikush. Po të kishte qenë një njeri atje që nuk hezitonte. Ndoshta ai nuk e mbaroi fjalinë. Artan kuptoi gjithçka, fytyrën e ngurtë, kontrollimin, atë distancën e tij të parë. Njeriu që ka humbur dikë në lum dhe pastaj rrezikon të humb vajzën në lum, dhe pastaj ndodh dikush që bën atë që askush nuk bëri për vëllain e tij. Barra e kësaj gjëje ishte e madhe. Nuk e dija, tha Artan ngadalë. Nuk kishte arsye ta dinit, Thomas mori glënka nga gota, por doja ta dinit tani. Artani shikoi profilin e tij, burrin e fortë, e suksesshëm, me gjithë ato para dhe pushtet dhe kontroll, i ulur në veranda nën yje duke mbajtur diçka të vjetër dhe e rëndë. Ndjeu respekt të thellë, jo për pasurinë, jo për pozicionin, por për atë guxim të vogël që kërkohet për të hapur një plag të vjetër para një të huaji. Vëllai juaj ishte me fat, jo pse vdiq, por sepse kishte dikën si ju që e mbajti mend. Thomas u kthye ta shikonte. Njerëzit që mbahen mend nuk vdesin plotësisht, shtoi Artan. Heshtje e gjatë. Pastaj Thomas me zë pothuaj të dëgjueshëm. Ju jeni njeri i çuditshëm, Mr. Gashi. Kjo është hera e dytë që dikush ma thot këtë javë, tha Artan. Thomas shikoi nga yjet. Pastaj, për herë të parë atë mbrëmje, qeshi. Jo ai qeshje sociale e darkave, por diçka e vërtet, e thellë, pak e dhimbshme siç janë gjithmonë qeshjet e vërteta. Gjërat kishin filluar të ndryshonin në rreth Artanit, jo aty ku ai jetonte, jo brenda vetes, por rreth tij. Njerëzit e trajtoshin ndryshe, klientët e rinj vinin duke e thirrur me emër, si dikush të njohur. 2 gazetare kishin ardhur te banesa e tij, njëra lokale, njëra nga Charlotte, duke kërkuar intervistë. Ai kishte refuzuar me edukat të 2 herët. Komuniteti shqiptar vazhdonte të krenohej. Besimi e thirri sërish. Artan, na bëj një nder, eja të flasësh te klubi ynë. Fëmijët tanë duhet të dëgjojnë histori si e jotja. Unë nuk jam histori, kishte thënë Artan. Jam njeri. Pikërisht, kjo është historia. Kjo gjë e kishte qeshur vërtet. Por kishte edhe gjëra të tjera, gjëra jo aq të ngrohta. Komenti i parë i keq e pa mbi internet, kur një mik ja tregoi pa e pyetur. Emigrant ilegal që kërkon vëmendje, sigurisht kapi rastin, tani do marr para. Nuk ishte i vetëm, kishte disa të tillë. Ato komenterët pa fytyrë të internetit, ata njerëz që çdo akt mirësie e kalojnë nëpër filtrin e cinizmit dhe gjejnë gjithmonë arsye dyshimi. Artani lexoi, ndjeu diçka, jo zemrim, jo trishtim, por atë lloj lodhje të qetë e atij njeriu që ka parë shumë gjëra, dhe di se disa njerëz thjesht nuk do ta kuptojnë kurrë, dhe kjo nuk është problemi i tij. Por çfarë preku pak ishte kur dëgjoi se disa njerëz kishin folur edhe te familja Hartwell. Dikush, ai nuk e dinte kush, kishte kontaktuar me ambientin e tyre dhe kishte sugjeruar se Artan kishte motive të fshehura. Emigrant i varfër, vajzë milioneri. Historia e vjetër, e thjesht, e pist. Disa gjëra janë aq primitive sa jetojnë nëpër sheku i pandryshuar. E mori vesh nga Blerina, i cila kishte dëgjuar nga dikush tjetër, ajo zinxhiri pafund i bisedave të diasporës.
Thonë se po afrohet te familja Hartwell për para, I tha Blerina me zë të ulët, si duke I dhënë lajm të keq. Unë hëngri çajin tim. Kush thot? Njerëz, shumë njerëz. Njerëzit flasin, kjo është zanati I tyre, nuk e kemi ne ta ndryshojmë. Por nuk të shqetëson? Ai mendoi vërtet. Ata që më njohin e din të vërtetën. Ata që nuk më njohin, do të besojnë çfarë duan, pavarësisht çfarë bëj unë. Kjo nuk qëndron në duart e mia. Blerina e shikoi. Si mban kaq qetë? Unë nuk jam gjithmonë I qetë, tha ai sinqerisht, por qetësia është zgjedhje, si çdo gjë tjetër. Ajo që Artan nuk e dinte, ose e dinte pak, ishte se Thomas Hartwell kishte dëgjuar edhe ai ato zëra. Dhe Thomas Hartwell ishte njeri I cili t'i kishte mësuar jeta të dyshoj. Biznesi të mëson të dyshosh, parat të mësojnë të dyshosh, dhe njerëzit me synime të fshehura I kishte parë shumë gjatë viteve, të mësojnë ta dyshosh gjithë botën. Por kishte diçka tek Artan Gashi që nuk shkonte me modelin e dyshimit të tij. Dhe kjo gjë e shqetësonte Thomasin në mënyrën e vet, sepse nuk e dinte si ta klasifikonte, nuk e dinte ku ta vendoste, nuk e dinte si ta shpjegonte logjikisht. Njëri nga këshilltarët e tij, njëri që punonte me familjen Hartwell prej vitesh, e thirri privatisht dhe I tha pa rrënthana. Tom, ky njeri ka shpëtuar vajzën tënde dhe mirënjohja jote është natyrshme, por mendua se ndoshta situata mund të shfrytëzohet. Një emigrant I varfër, lidhje me familje të pasur, kjo mund të bëhet complicated. Thomas I kishte dëgjuar, kishte menduar, kishte kundërvendosur brenda vetes atë shikim të Artanit mbi peranda, atë zë të tij kur ishte thënë nuk dua asgjë, atë mënyrën si Sofi ishte vrapuar drejt tij si drejt dikujt të sigurt. Besoj se gabohesh, kishte thënë Thomas. Tom, por mbaje mendjen të hapur, dhe kjo ishte loja e dyfishte atij njeriu, të besosh pak, të dyshosh pak, të mbash balancën. 2 javë pas darkës, Thomas e mori Artanin në telefon direkt, jo me përmes avokatierit. Mr. Gashi, Sofi ka një pyetje për ju. Artan priti. Ajo dëshiron të mësoj shqip. Kam pyetur nëse keni kohë, 1 herë ose 2 herë në javë, t'i jepni pak mësim. Jo si... Ai hezitoi. Jo si punë me pagesë të rregullt, thjesht nëse keni dëshirë dhe kohë. Artan ndjeu atë ngrohje të njohur, atë buzëqeshje të brendshme para se ta bënte të jashtme. Sofi ka pyetur apo ju keni pyetur? Tha ai. Pak heshtje. Të dyja, tha Thomas, dhe kishte një ngjyres të re në zërin e tij, diçka që I afrohej sinqeritetit. Do vi të shtunën, tha Artan. Të shtunave, Artan filloi të shkonte tek shtëpia Hartwell. Jo çdo të shtunë, të dyja palët ishin të zëna ndonjëherë, por shpesh mjaftueshëm sa të bëhej zakon. Ai ulej me Sofi në dhomën e lojrave të saj, e mbushur me libra, lodra dhe atë kaosin organizuar tipik të fëmijëve inteligjent, dhe filluan punën. Shqipja nuk është gjuhë e lehtë, ka tinguj që nuk gjenden në anglisht, ka rregulla gramatikore të veçanta, ka atë shkurtësi të malit, atë mënyrë të folurit që thot shumë me pak fjalë. Por Sofi kishte diçka, kishte atë aftësi të rrallë të fëmijëve që mësojnë me trup dhe shpirt, jo vetëm me mendje. Ajo kishte muzikalitetin e gjuhëve, dëgjonte ritmin, dëgjonte tingullin dhe e riprodhonte me gëzim të pastër. Mësimet e tyre nuk ishin formale. Artan nuk kishte libër mësuesi, nuk kishte plan. Ndiqte Sofin. Ajo pyeste, ai shpjegonte. Ajo dëshiroi të dinte si thuheshin ngjyrat, pastaj emrat e kafshëve, pastaj si thuhej lum, dhe kjo fjalë qëndroi ndërmjet tyre për një çast, e ngarkuar, e rënd, e çmuar. Lum, tha Artan. Lum, përsëri Sofi. Si lum? Po, ujë që rrjedh. Sofi mendoi. Nuk I kam frik lumit, tha jo papritur, me atë tonen deklarative të fëmijëve që kanë vendosur diçka. Mirë është kjo, tha Artan. Babi ka frik tani. Artan e shikoi. Fëmijët shohin gjërat që të rriturit mendojnë se I fshehin. Kur doni dikë shumë, tha I ngadalë, jeni I friksuar kur ata janë afër rrezikut. Kjo nuk është dobësi, kjo është dashuri. Sofi mendoi këtë. A do t'i kaloj? Po, tha Artan. Koha ja kuron gjërat. Thomas e vëzhgonte her pas here, pa qenë I dukshëm, pa ndërhyrë, nga pragu I dhomës, nga hapi shkallëve.
Shikonte si Artani shpjegonte Sofin me durim të pafund, si qeshte kur ajo thoshte ndonjë fjalë keq, si e mbante atë seriozitetin e mësuesit dhe ngrohtësinë e mikut njëkohësisht. Shikonte dhe mendonte. Kishte punuar gjithë jetën me njerëz, kishte vlerësuar, kishte analizuar, kishte shpenzuar miliona dollar sipas gjykimit të tij për karakterin e njerëzve. Kur nuk kishte gabuar rëndisht, por kur gjithashtu nuk kishte ndjer këtë gjë, këtë ndjesi të çuditshme se para tij kishte njeri me moral shumë të pastër se i tij i vet, njeri pa filtrat e biznesit, pa strategjitë e pozicionimit, pa llogaritjet e interesit vetjak. Dhe kjo gjë, ky realitet i thjesht, e bënte të ndihej diçka midis respektit dhe asaj turpi të lehtë që e provon njeriu kur kupton se ka jetuar me supozime të gabuara. Njëri mëngjes, ndërkohë Artan po nisej të shkonte nga shtëpia Hartwell, Thomas e priste të hyrja. "Keni 5 minuta?" pyeti. Ulën në studion e tij, dhom burri, me dru të errët dhe rrafshtet e librave dhe atë erë karakteristike të zyrës private ku njerëzit e pushtetshëm marrin vendime të rëndësishme. Thomas i ofroi kafe. Artan pranoi. "Doshta t'ju flisnja për diçka," filloi Thomas. Ishte kthyer në atë ton formal, por kishte diçka tjetër, gjithashtu sikur formaliteti i shërbente si mbrojtje ndaj diçkaje personale. "Dëgjoj. Kompania ime po hap një divizion të ri, infrastrukturë dhe energji. Jemi duke investuar te sistemet elektrike industriale dhe të ndërtesave komerciale. Kemi nevojë për njerëz të besueshëm, me eksperiencë teknike. Ndali, doja t'ju ofroja pozicion, jo punë ordinare, por partneritet teknik, mbikëqyrës i instalimeve, paga e mirë, sigurim shëndetësor, karrierë." Artan e dëgjoi me qetësinë e tij. Kur Thomas i mbaroi, ai mbajti gotën e kafes dhe mendoi për disa sekonda. "Pse?" pyeti thjesht. "Sepse ju jeni të kualifikuar." "Jo kjo," ndërpreu në kë, jo me ashpërsi, por me qartësi. "Pse tani? Pse ju?" Thomas i vendosi gotën e tij dhe shikoi. "Sepse ju meritoni më shumë se punë me ditë. Unë jam i lumtur me punën time." "E di, por, Mr. Hartwell," tha Artan, "nëse kjo ofertë vjen sepse shpëtova Sofin, atëherë nuk mund ta pranoj, sepse atëherë veprimi im bëhet ndërkëmbim, dhe nuk ishte i tillë, dhe nuk dua të bëhet i tillë. Nëse oferta vjen sepse besoni se mund të kontriboj vërtet, bazuar në punën time, atëherë është gjë tjetër." Heshtje. Thomas e shikoi gjatë. Pastaj, "Të dyja bashk," tha ai ngadalë. "Mirënjohja dhe besimi. Njëra nuk mohon tjetrën." Artan mendoi. Kjo ishte e ndershme. Të paktën Thomas nuk kishte pretenduar se ishte thjesht biznes. "Lëreni të kaloj pak kohë," tha Artan. "Njihumi pak më mirë, pastaj shikojmë." Thomas pohoi. Ishte pranuar si përgjigje e arsyeshme, dhe ai ishte njeri që respektonte arsyen. Muajt kaluan me atë ritëm karakteristik të jetës që ka marrë drejtim, jo me spektakël, por me ngadalësi të qëllimshmërisë dhe të plot. Artan vazhdoi punën e tij si elektricist, vazhdoi mësimet e të shtunave me Sofin, vazhdoi jetën e tij të thjeshtë, por gjërat kishin ndryshuar, edhe nëse ai nuk e theksonte. Shoqëria me familjen Hartwell kishte fituar thellësi. Nuk ishte ato vizita të formalizuara të fillimit, ishte bërë diçka organike, e natyrshme, si miqësia e vërtet. Herher Thomas e thërriste për të parë ndeshje basketbolli. Ai ishte fanatik, dhe uleshin bashkë duke debatuar jo si milioner me punëtor, por si dy burra me mendime të forta rreth lëvizjeve të drejtë dhe të gabuara. Caroline e ftonte ndonjëherë familjarisht, darkë e thjesht, e ngrohtë, me Sofin e cila tani fliste disa fjali të plota shqipe dhe krenohej si ditar. Por nuk ishte gjithçka e lehtë. Botën e jashtme nuk interesonte të mirë. Mediat lokale i kishin marrë historinë, edhe më të madhe tani, pas muajsh, dhe kishin ndërtuar narrativ. Disa e bënin pozitiv, emigranti hero, shembull i vlerave amerikane, American Dream. Disa të tjerë, jo shumë, por mjaftueshëm, e bënin me tone të tjera. Familja e pasur e merr emigrantin nën krah. Pyetja pse? Interesat e fshehura. Dy herë gjatë atyre muajve, Artan hasi komente që e preknin ndryshe nga të tjerat, jo sepse ishin të egra, kishte parë egërsi, por sepse vinin nga shqiptar. Dikush kishte komentuar në një artikull: "Ky burr i bën turp shqiptarve, shkon të ushqehet te amerikanët e pasur, sikur nuk ka dinjitet." Artan lexoi 2 herë, mbajti telefonin, pastaj e vendosi. Nuk u përgjigj, nuk shpjegoi,
Por atë natë duke i bërë çajin e tij, mendoi gjatë për atë fenomen, atë mënyrë shqiptare të vjetrës me cilën njerëzit e ngrejnë veten duke ulur tjetrin, atë frikë e vjetër para bashkombasit që ka arritur diçka, atë instinkt i keq të thënjes kush je ti. Sa ishte e vjetër kjo smundje, sa e thellë, sa i kishte kushtuar kombit gjatë historisë. Shkroi se mese besimit. Besim, si thuhet kur dikush të sulmon jo sepse ke bërë keq, por sepse ke bërë mirë. Besimi u përgjigj pas disa minutash. Thuhet zilia dhe thuhet edhe kur mos u ul në nivelin e atyre që të sulmojnë. Artan buzëqeshi, vendosi telefonin dhe e piu çajin i qetë. Por kishte edhe diçka tjetër që po ndodhte, diçka që Artan e ndjente por nuk e kishte emërtuar ende. Brenda familjes Hartwell, raportet kishin filluar të pasqyronin diçka më të ndërlikuar se sa mirënjohja e thjeshtë. Thomas kishte filluar të aftonte jo vetëm për mësimet e Sofis, jo vetëm për darkë, por për biseda. Biseda të gjata në veranda, me whisky ose pa, ku dy burra flisnin si dy njerëz që gjejnë njëri tjetrin si pasqyrë rrallë. Njëherë Thomas i tregoi për humbjen e vllait me detaje që nuk i kishte treguar askujt, jo gruas, jo miqve, jo terapistit të tij. I tregoi si atë ditë e kishte braktisur vllan për të shkuar me miqtë e tij, si e kishte ndjer fajsin si gur mbi gjoks për 30 vjet. I tregoi si paratë e tij, krejt karriera e tij e gjatë dhe suksesshme, ishin ndërtuar mbi atë gur fajsime, si tentative pafund shlyerje. Artan dëgjoi gjithçka pa ndërprerje. Pastaj, fajësia e papun shkatron, fajësia e kthyer në veprim ndërton. Ju keni ndërtuar shumë, edhe nëse nuk e dinit pse. Thomas e shikoi. Nuk është kaq e thjeshtë. Nuk e thash të thjeshtë, thash të vërtetë. Por kthesa e vërtet erdhi një të mërkur mbrëmje, 5 muaj pas ngjarjes në lum. Artan ishte duke kthyer nga një punë në anën tjetër të qytetit, kur telefoni i bie. Nuk ishte numër i njohur. E mori. Artan Gashi. Zëri ishte i ri, mashkullor, me atë tonin tepër të sigurt të dikujt që ka mësuar të përdor zëri si mjet presioni. Po, Emri im është Carter Wells, jam gazetar investigativ, punoj për një publikim kombëtar. Po shkruaj artikull për familjen Hartwell, sidomos për marrëdhënien tuaj me ta. Do t'ju jepja mundësinë të komentoni para botimit. Artani ndaloi makinën anë rrugës. Çfarë lloj artikulli? Artikulli balancuar, por ka pyetje që duhet t'u përgjigjemi, si filloi kjo marrëdhënie, sa kohë kaloni me familjen, nëse keni interes financiar. Nuk kam koment, tha Artani. Mr. Gashi, do t'ju ndihmoj t'u përgjigjeni, artikulli botohet me ose pa ju. Kuptoj, nuk kam koment, dhe mbylloj. Qëndroj aty, me motor të ndezur, duke shikuar dritaret e ndriçuara të ndërtesave përpara. Mendoj. Pastaj thirri Thomasin. Thomasi ju përgjigj menjëherë. Artani e shpjegoi bisedën. Heshtje e gjatë nga ana tjetër. Carter Wells, tha Thomas ngadal. E njoh emrin. Punonjë si një rivali të vjetër. Toni qetë, por nën të dëgjoi diçka tjetër. Ajo zemrimi i kontrolluar i burrit të pushtetshëm kur e kupton se dikush po luan lojë të ndyrë. Nuk ka rëndësi kush qëndron pas, tha Artani, por doja ta ditnit. E vlerësoj, tha Thomas. Pastaj, Artan, nuk keni bërë asgjë të keqe, jeni i lirë të flisni me kushdo, nuk ju detyron askush të heshti. E di, tha Artani, por nuk kam asgjë t'i them atij burri, jeta ime nuk është spektakël. Artikulli u botua 10 ditë më vonë. Nuk ishte aq i keq sa Artan kishte frikë dhe nuk ishte aq i mirë sa dëshironte. Ishte ato shkrime ambigue, të cilat nuk thon asgjë të rreme, por kompozojnë të vërtetat në mënyrë që lexuesi të nxjerrë konkluzionet që autori dëshiron. Artan Gashi, elektricist shqiptar i emigruar, shpëtoi vajzën 8 vjeçare të Thomas Hartwell, CEO i Hartwell Capital Group, nga mbytyja. Që atëherë, Gashi ka vizituar rregullisht familjen Hartwell dhe ka marrë ofertë pune nga Hartwell Capital Group. Burimi anonim brenda rrethit të Hartwellve ngrejnë pyetje mbi motivet dhe natyrën e kësaj marrëdhënieje të pazakontë. Artani e lexoi një herë, pastaj e mbylli dhe nuk e lexoi sërish. Për botën e jashtme e lexoi, dhe tani makineria e komenteve dhe mendimeve të formuara pa fakte filloi të rrotullohet me shpejtësinë e vet të frikshme. Klient të vjetër u ftoqën, 2 punë që kishte caktuar u anuluan pa shpjegim. Dikush hodhi një gorë në dritaren e pikapit të tij të vjetër natën, nuk e kishte parë kush, policia nuk gjeti asgjë. Blerina i thirrri e shqetësuar. Artan, ik pak nga qyteti, shko te kushërinjt në Charlotte.
Nuk shkoj askund, tha ai. Por njerëzit kalojnë, unë nuk ik. Ishte krenaria, por jo ajo krenaria boshe e egove të fragjile, ishte ajo krenaria e malit, e thellë dhe qetë, e ati njeriu që di se nëse ikën para gënjeshtrës, gënjeshtra bëhet e vërtet. Thomas Hartwell bëri diçka të papritur atë javë. Ai lëshoi një deklaratë publike, jo nëpërmjet avokatit, jo nëpërmjet zyrës për marrëdhënie me publikun, por personalisht, me firmën e tij, me fytyrën e tij. Artan Gashi shpëtoi jetën e vajzës 5 muaj më parë, që atëherë kam pasur privilegj ta njoh si njeri, e çdo gjë që keni lexuar mbi motive të fshehta dhe interesa financiar është absolutisht e rreme. Artan Gashi ka refuzuar asgjë shpërblim material, ka refuzuar asgjë ofertë derisa të jesh i bindur se vjen nga respekti, jo nga borxhi. Është njeriu me integritetin më të madh që kam takuar ndonjëherë. Jam i turpëruar nga ata që po përpiqen të njollosin karakterin e tij. Artani e lexoi deklaratën dhe ndjeu diçka shumë të ndryshme nga ç'kishte pritur të ndinte. Jo triumf, jo lehtësim, por diçka si mall, sikur dikush bën diçka për ty dhe ti e kupton se kjo gjë vjen nga vendi i thellë dhe i vërtet. E thirri Thomasin. Nuk duhej, tha ai. Po duhej dhe duhej ta bëja shumë kohë më vonë. Mund të sjell probleme për ju. Artan, toni prerë por i ngrohtë. Unë kam menaxhuar problemet tër jetën, por shumë rrallë kam pasur shans të bëj diçka vërtet të drejtë. Lëreni të kënaqem me momentin. Shifrat ndryshuan shpejt, siç ndodh gjithmonë kur një njeri me autoritet flet qartë. Komentet negative ju rrëzua zëri. Klientët e anuluar ndan 2, njëri u kthye me justifikim të turbullt, tjetri jo, dhe Artani nuk e kërkoi. Media që botoi artikullin publikoi sqarim, jo falje, por sqarim, kaq kishte guxim. Por gjëja më e rëndësishme ndodhi jo në internet, jo te media, jo te bota e jashtme. Ndodhi te Sofi. Ajo kishte dëgjuar diçka, fëmijët dëgjojnë gjithmonë, dhe një të shtunë, ndërkohë bënin mësimet e tyre, e pyeti drejt për drejt. Njerëzit thonë gjërat këqija për ty? Artan mendoi nëse duhej ta minimizonte. Vendosi jo. Sofi meritonte të vërtetën. Disa po, tha. Pse? Sepse nuk kuptojnë. Dhe kur njerëzit nuk kuptojnë, ndonjëherë kanë frikë, dhe kur kanë frikë, bëhen të zemëruar. Sofi e mendoi, por ti nuk e bër asgjë të keqe. Jo. Atëherë pse je i trishtuar? Artan e shikoi çuditshëm. Nga e di se jam i trishtuar. Sytë e tu janë ndryshe sot. Ai heshti. Fëmijët të tillë me antena të mprehta emocionale, ishin dhuratë rrallë. Pak, pranoi ai. Por trishtimi kalon. Si kalon? Kur mendonte gjërat e bukura. Ai e shikoi. Si ti, kur thua faleminderit shqip. Sofi gëzoi menjëherë, me atë kalim të shpejt emocional të fëmijëve që bën të rriturit të kenë zili. Faleminderit Artan. Faleminderit Sofi, tha ai, dhe trishtimi, vërtet, u lehtësua pak. Dimri erdhi mbi Asheville me atë hirin e butë karakteristik të jugut të Amerikës, jo blokada e madhe e veriut, por atë ftoftësi të lagët dhe herë borën e lejtë, që zbardhos qatit dhe pemët si pikturë e harruar. Artan kishte gjithmonë një raport të veçantë me Dimrin. Në fshatin e tij të Shqipërisë, Dimri kishte qenë i ashpër dhe i gjatë, por kishte pasur edhe atë ngjeshje familjare rreth Hoxhakut, atë heshtje të bardhë të natyrës. Atë kohë kur bota ngadalsohet dhe njeriu mendon. Kishte marrë vendimin. Pas shumë mendimi, pas asaj bisede të fundit me Thomas ku kishin folur jo si potencial punëdhënës dhe punëmarrës, por si dy njerëz që respektonin njëri tjetrin, kishte pranuar propozimin. Jo si favor, jo si shpagim, por si mundësi e merituar, e ndërtuar mbi aftësinë dhe mbi besimin e fituar. Filloi të punonte me Hartwell Capital Group, divizionin i ri të infrastrukturës, si koordinator teknik i instalimeve. Paga ishte 3 fishe e asaj si elektricist i lijem. Siguracioni shëndetësor mbulonte gjithçka. Kishte zyrë të vogël, jo sepse e donte, por sepse punës i duhej. Por gjëja që ja kishte bërë përshtypjen më shumë nuk ishte paga. Ishte mënyra si Thomas ja kishte prezantuar ekipit e tij. Kishte mbledhur njerëzit e tij, 20 persona, menaxher dhe analist dhe koordinator, dhe kishte thënë: "Ky është Artan Gashi, vjen nga Shqipëria, ka 13 vjet eksperiencë teknike reale dhe ka diçka shumë më të rrallë se diploma, ka gjykim dhe integritet.
do të mësohen shumë gjëra të reja prej tij. Disa në dhomë kishin shkëmbyer shikim, atë shikim i njohur të dyshimit të heshtur. Artan e kishte parë, por nuk kishte reaguar. Dinte mirë se besimi nuk kërkohet, fitohet. Muajt e parë në punën e re ishin të vështirë, por me vështirësinë e mirë, atë lloj sfide që ta stimulon mendjen dhe ta teston karakterin. Kishte sisteme të reja për të mësuar, software, procedura, hierarki. Kishte njerëz të rinj, disa të hapur, disa më të rezervuar, disa që vinin çdo ditë me atë shikim i cili duhej bindur. Ai punoi. Çdo ditë punoi me atë metodicizëm dhe kujdesin e tij të thellë. Kur gaboi, dhe gaboi sepse çdo njeri i ri gabon, e pranoi menjëherë, e korrigjoi dhe mësoi. Kur njerëzit e tij pyesnin, u shpjegonte me durim. Kur ndodhte ndonjë problem teknik, atë problem e ndiqte deri në fund, pa e lënë gjysmë. Pas 2 muajsh, ai analist i ri, Markusi, 25 vjeç nga Bostoni, inteligjent dhe pak arrogant siç janë ndonjëherë njerëzit inteligjent të rinj, erdhi tek zyra e tij dhe ul pa pyetur nëse kishte vend. Kam problem me projektimin e ngarkesës elektrike të ndërtesës së tretë, nuk bëhet sikur duhet. Artan mori dokumentin, e shikoi, pa gabimin brenda 2 minutash. Ke llogaritur sipas kodit të vjetër. Kodi i ri ka ndryshuar parametrat e ngarkesës nominale. Shiko seksionin 5/3. Markusi e shikoi. Pastaj e shikoi Artanin. Nga e di se ja ke gabim? Sepse e kam bërë këtë gabim edhe unë para shumë vitesh. Gabimi i parë mësohet keq, gabimi i dytë mësohet mirë. Markusi buzuqeshi, i vogël, pothuajse i vullnetshëm. Faleminderit. Mëso kodin e ri plotësisht, jo vetëm seksionin e nevojshëm, të gjithin. Markusi tundi kokën, dhe pastaj ndali tek pragu. Ju keni punuar si elektricist para kësaj? 13 vjet. Dhe tani jeni këtu. Jo me ironi, me kureshtëri të vërtet. Gjeta nuk ecën gjithmonë drejt, tha Artan, por ecën drejt nëse vete drejtoni. Markus qëndroi për një sekond, pastaj doli. Artan e dëgjoi hapjet e tij duke u larguar dhe mendoi se ai djalë do të bëhej njeri i mirë, po të mbante kureshtjen dhe po ta humbiste pak arrogancën. Pranvera erdhi nga gal, si gjithmonë bën pranvera e vërtet. Jo me befasi, por me akumulim të vogël ngjyrash dhe erësh dhe temperaturash, derisa njëri ditë zgjoresh dhe kupton se diçka ka ndryshuar dhe nuk kujton kur ndodhi. Artan kishte marrë letra nga Shqipëria. Nëna e tij e shkruante rregullisht, me atë dorëshkrim të saj të rrjedhshëm dhe të bukur, me atë shqipe të pastër të vjetër me origjinë malore. Letrat nuk ishin dramatike. Nëna e tij nuk ishte grua e dramave, por ishin të plota me jetë. Si kishin luluzuar trëndafilat e oborrit, si kishte ngordhur dhia e vjetër, si kishte ardhur kunata me fëmijë të rinj, si kishte ra shi dhe si malet kishin marrë atë ngjyrë të gjelbërt intensive që vetëm pas shiut kanë. Ai shkruante sërish, çdo muaj dhe dërgonte edhe para, jo shumë, por të rregullta, të qëndrueshme. Nëna kishte nevojë pak, ishte grua e thjeshtë që nuk kërkonte shumë nga jeta, por paketat ishin gjëja e tij. Shenja se nuk kishte harruar, se rënjët ishin ende aty, se ai burr në Amerikë ishte edhe ai djalë nga Mali. Nëna e kishte dëgjuar historinë e lumit. Dikush i kishte treguar, ndoshta kushërinjt, ndoshta dikush nga fshati që kishte internet. E kishte shkruar vetëm një rresht mbi atë. Jam krenar për ty, djali im. Babai yt do kishte qeshur e thënë, gjakimi ynë nuk ikën para ujit. Artan e kishte lexuar atë rresht 5 herë. Kishte ndjer baban e tij, të vdekur 6 vjet, si prani të lehtë, si erë mali në përdhomën e vogël të Asheville-it. 6 muaj nga ngjarja e lumit, familja Hartwell organizoi një darkë të vogël. Pa formalitete, vetëm njerëzit tanë, sipas fjalëve të Caroline. Artan erdhi me atë kostumin e tij të vetëm, tashmë pak më i pakët, pasi punë e re tashmë e nejonte të kujdesej pak më shumë për veten. Ishin rreth 10 persona, 2 çifte miq të vjetër të Thomasit dhe Carolines, Besim Krasniqi me gruan e tij, ftesë e Thomasit, surprizë e këndshme, dhe vet Artan. Besimi kur pa Artanin, e kapi nga supet dhe e shtrëngoi si shqiptar i vjetër. Biri, tha vetëm kaq, por në atë fjalë kishte shumë. Darka kaloi me ngrohtësi dhe gëzim, ato mbrëmje ku biseda rrjedh pa e fortë, ku çdo person sjell diçka, ku dikush tregon histori dhe tjetri qesh dhe i treti shton diçka nga e tija. Sofi ishte leje aty,
Kishte fituar të drejtën e ngritjes vonë të shtunave, sipas saj, dhe mbajti gjithë darkën me ato komentet e saj të drejtë për drejta dhe kureshtjes pamundur për t'u ndalur. Ndërkohë kafes, Besimi dhe Thomas ranë të flisnin. Ata dy krejt spontanisht, sikur kishin gjetur njëri tjetrin intuitivisht. Besimi tregonte Shqipërinë, historinë, malet, karakterin e popullit, dhe Thomas dëgjonte me vëmendjen e atij njeriu që kuptoi se ka lënë shumë gjëra të paeksploruara nga kureshtja. Artan qëndroi pak prapa dhe I vëzhgoi ata dy. Ndjeu diçka të veçantë, atë ndjesi kur shikon dy botë duke u takuar dhe gjendur jo konflikt, por terren të përbashkët. Gjuha e ndryshme, historia e ndryshme, jeta e ndryshme, por në të gjitha ato dallime, diçka e njëjtë, diçka primitive dhe universale. Caroline u afrua pranë tij, e qetë. Faleminderit që erdhe, faleminderit për ftesën. Ata qëndruan pranë njëri tjetrit për një çast, duke shikuar po atë skenë. A I dini që Thomas fliste me mua para se ta takonte, kur lexonim lajmet? Jo. A I tha, dua të takoj këtë njeri, jo ta falenderoj, ta kuptoj. Nuk thoshte kur kështu për askënd. Artan njeru diçka. A I ngroftësi e njohur, e fëmijërisë, e komunitetit, e atyre njerëzve që gjenden mes rrugës dhe mbeten. Thomas është njeri I mirë, tha I thjesht. Po, tha Caroline, por ka nevojë për dikë si ju që ta kujtoj. Pauzoi. Të gjithë ne kemi nevojë për dikë të tillë. Vera erdhi. Dhe me verën, diçka tjetër, diçka që askush nuk e kishte pritur, diçka që ndodhi jo si vendim, por si proces, si ato zhvillimet graduale të gjërave reale. Artan filloi ta miste Shqipërinë me një intensitet të ri. Nuk ishte mall I thjesht, ai kishte pasur mall, ishte gjë e natyrshme. Ishte diçka tjetër. Ishte ajo ndjesia e tij njeriu që ka ndërtuar jetën e tij larg shtëpisë dhe papritur kupton se disa gjëra nuk mund të ndërtohen plotësisht në tokë të huaj. Disa rrënjë mbeten ku janë mbjell. Pyete veten, a donte të kthehej? Pyetja ishte e ndërlikuar. 13 vjet kishte ndërtuar këtu, punën, besimin, miqësinë, atë rrjet të hollë marrëdhëniesh që e bën një vend shtëpi. Shqipëria kishte ndryshuar gjatë atyre viteve. Ai e dinte nga letrat e nënës, nga lajmet, nga biseda me Besimin dhe të tjerët. Nuk ishte vendi që kishte lënë. Edhe ai vet nuk ishte ai njeri. Por nëna ishte atje. Varri I babait ishte atje. Malet ishin atje. Një mbrëmje vonë, ndërkohë qëndronte mbi verandat e shtëpisë të tij të marrë me qera, veranda e vogël që shifte nga oborri me kovat dhe biçikletën, hapi hartën e Shqipërisë. Mbi telefon, gjeti fshatin e tij. Ai pikë e vogël mbi hartë. Atje ku malet bëhen gisht I tokës drejt qiellit. Atje ku kishte mësuar të notoj, jo në lum, por në liçenin e malit, I ftohtë e I qartë. Atje ku besa kishte kuptim jo si fjalë, por si ajër. Mbyllte telefonin. Nuk kishte vendosur ende. Vendimi I tillë nuk merret natën. Merret ngadalë, me kohë, si të gjitha vendimet e rëndësishme. Ndërkohë, veranda e Hartwellve ishte bërë vendi rregullt takimi. Çdo të premte mbrëm, kjo kishte filluar spontanisht dhe kishte vazhduar nga forca e zakonit të mirë, Thomas dhe Artan uleshin atje pas orës 8. Ndonjëherë flisnin, ndonjëherë lexonin, secili librin e tij, ndonjëherë qëndronin thjesht me qetësinë e asaj miqësie të vërtet ku prania mjafton. Atë të premte, Thomas e shikoi Artanin dhe pa diçka. Keni dëshirë të ktheheni? Artan u befasua pak, si zakonisht kur Thomas lexonte diçka që ai mendonte se e kishte fshehur. Mendoj herë, tha ai me ndershmëri. Nëna? Po, dhe jo vetëm nëna. Thomas mori gotën e tij. E kuptoj. Unë kur nuk e kam lënë vendin tim. Asheville është gjithçka, por e kuptoj emocionin. Nuk ka përgjigje të saktë, tha Artan. Shumica e pyetjeve të rëndësishme nuk kanë, u pajtua Thomas. Pastaj, pas një çasti, nëse vendosni të ktheheni, dua ta dini se punën mund ta bëni pjesërisht nga distanca. Teknologjia e mundson, dhe Shqipëria ka mundësi investimi që na interesojnë gjithnjë e më shumë. Artan e shikoi Thomasin. Kjo nuk është arsye të mbaheni. E di, thjesht dua ta dini se dëshirat tuaja nuk do ta shkatrojnë gjithçka që kemi ndërtuar. Heshtja ndërmjet tyre kishte atë cilësi të rrallë, e mbushur me kuptim pa fjalë. Kam njëherë fjetur ëndër fshatin, o xhakun,
herën e bukës, zërin e nënës duke thënë emrin tim. Pauzoj. Atëherë u zgjova dhe kuptova se jam 39 vjet dhe se ëndrat si ato nuk zgjasen. Thomas dëgjoi pa ndërprerë. Por jeta e vërtet, vazhdoi Artani, është ky çast, kjo veranda, kjo gotë, kjo bisedë. E shikoj Thomasin. Shqipëria do t'jetë atje, nëna do t'jetë atje. Vendimi nuk ka nevojë të merret sot natën. Thomas tundi ngadalë. Jeni njeri i ditur, Artan. Jo i ditur, thjesht kam bërë shumë gabime dhe kam mësuar nga secili. Viti i parë plot nga ngjarja e lumit u afrua me atë shpejtësitë e çuditshme të kohës kur jeta ka kuptim. Ditët kishin kaluar, jo me bezdisje, jo me boshllëk, por plot punë, plot mësimet me Sofin, plot bisedave të verandës, plot atyre gjërave të vogla që ndërtojnë jetën njerëzore me kuptim. Sofi tani fliste shqip si gjuhë e dytë reale. Jo perfekte, kishte theksimin e saj të amerikanizuar, kishte gabimet e saj të këndshme, por fliste me frymëmarrje, me emocion, me atë kënaqësi të pastër të atij njeriu që ka mësuar të komunikojë në botë tjetër. Artan kishte çuar videon e Sofis duke recituar njëri poem shqip te nëna e tij. Nëna kishte thirrur me një herë, diçka e rrallë, ajo nuk e quante kurrë sepse i dukej shpenzim i shtrenjtë dhe kishte thënë me zë të thyer: "Ky fëmijë e thot shqipen si ne, si tanët." Artan kishte qëndruar i heshtur me telefonin pranë veshit, duke dëgjuar nënën duke qarë pak dhe duke qeshur, duke treguar fqinjve se vajza e vogël e djalit të saj fliste shqip dhe duke thënë gjëra që vetëm nëna t'i thonë kur zemra u mbushet tej. Dita e përvjetorit u shënua jo me ceremonialik, jo me spektakël, por me diçka më të rëndësishme. Thomas Hartwell bëri donacion të madh publik me emrin e tij për organizatën lokale të shpëtimit të ujrave dhe shpalli krijimin e Scholarship Fund Artan Gashi, bursë vjetore për studentë emigrant me meritë akademike dhe vështirësi financiare për të studiuar inxhinieri ose shkenca aplikuara. Artan e mori vesh nga Caroline, Thomas ja kishte fshehur qëllimisht deri ditën e shpalljes. E thirri menjëherë. "Nuk kisha nevojë kjo," tha Thomas. "Nuk e bëra për ty." Kishte diçka të ndryshme në zërin e tij atë ditë. Diçka si gëgjimi i fshehur i atij njeriu që ka bërë diçka me zemër dhe nuk do ta pranoj lehtë. "E bëra përse emri yt meriton të lidhet me mundësi, jo me histori gazete. Doja që kur dikush të dëgjojë Artan Gashi, të mendoj, ai e bëri të mundur rrugën time." Artan nuk foli për disa sekonda. Thyeti ju kishte ngushtuar. "Thomas," tha ngadalë. "Po, faleminderit." Heshtja e gjarë nga ana tjetër. Pastaj me zë të ulët. "Edhe unë, Artan. Edhe unë." Atë mbrëmje Artani shkoi vetëm te lumi. French Broad rrjedhte si gjithmonë, i qetë, i matur, i paanshëm. Veshja e tij e vjeshtës fluturoi pak nga era e lehtë. Uji kishte atë ngjyrë argjendi të mëngjesit të parë, edhe natën në dritën e hënës kishte diçka të ngjashme, diçka që e reflektonte qiellin. U ndal mbi urën e vogël të drurit, pikërisht atje ku kishte ndalur një vit më parë, mbështetur mbi brinjën metalike. Shikoi poshtë te uji. Mendoi për atë mëngjes, mendoi për atë zë të mbytur, mendoi për sytë e gjelbër të hapur mbi breg, mendoi për nënën e tij dhe premtimin e saj të lashtë, mendoi për baban e tij dhe gjakun e tyre të malit, mendoi për vitet 13 të punës dhe thjeshtësisë dhe ndërtimit, mendoi për Thomasin dhe Markun e humbur, mendoi për Sofin dhe gjuhën e mbledhur si lule dimri, mendoi për bursat dhe emrin e tij të lidhur me mundësi të tjera njerëzish. Ndjeu diçka shumë të madhe për ta quajtur, shumë të plot për ta mbajtur vetëm. Uji rrjedhte. Ai mendoi se si njeriu nuk di kurrë çfarë do të sjellin 10 minutat e ardhshme, çfarë do të ndryshojë njëra vendim, njëra lëvizje, njëra çast kur zgjedh ta ndërtosh vetveten si njeri i cili nuk ja kthen shpinën rrezikut kur ka dikë që ka nevojë. Mendoi se si familja Hartwell nuk do ta kishte njohur kurrë, se Thomas nuk do t'i kishte treguar kurrë për Markun, se Sophie nuk do ta kishte mësuar kurrë shqipen, se bursë me emrin e tij nuk do të kishte ekzistuar kurrë, nëse atë mëngjes ai kishte qëndruar mbi urë dhe kishte menduar. Por ai nuk kishte menduar, kishte vepruar. Dhe kjo
Ky dallim i vogël dhe kolosal midis mendimit dhe veprimit ishte gjëja më e rëndësishme. Verën e dytë pas ngjarjes, diçka ndodhi që askush nuk e kishte planifikuar, as Artani, as familja Hartwell, as askush tjetër. Thomas Hartwell vendosi të shkojë në Shqipëri. Ishte vendosur pas një bisede të gjatë me Artanin, ku kishin folur për mundësi investimi. Hartwell Capital po hetonte tregjet e Ballkanit dhe Shqipëria kishte dalë si opsion interesant, por Thomas e kishte thënë me qartësi: "Dua të shkoj të shoh me sytë e mi, jo me raportet e analistëve." Caroline dhe Sophie vinin gjithashtu, udhëtim familjar, i kombinuar me biznesin. Sophie i kishte ulëritur nga gëzimi kur e kishte mësuar. Do të shkonte në vendin e gjuhës që kishte mësuar, do të shihte malet e Artanit, do të provonte bukën e pjekur mbi Oxhak. Na tregon gjithçka. Çfarë doni të shihni? Gjithçka. Malet, lumin, fshatin tuaj, nënën tuaj. Artani e kishte parë. Nënën time? Po, e dua nënën tuaj. Pastaj me atë seriozitetin e saj të karakteristik. Ajo bëri dikë si ju, duhet ta takoj. Artani kishte qeshur, atë qeshje të plot, të rrallë që dilte her pas here dhe e transformonte fytyrën e tij. Shkuan në fillim të gushtit. Artani ishte gid, nuk kishte rol tjetër, nuk donte rol tjetër. Fluturim deri në Tiranë, pjesa 13, vazhdim. Fluturim deri në Tiranë, pastaj me makinë drejt nordit, rruga që ngritej ngadalë gjarpëryese, midis maleve që bëheshin gjithnjë e më të larta dhe gjithnjë e më të heshtura. Thomas shikonte nga dritarja me atë vëmendjen e tij të madhe analitike, por kësaj radhe nuk analizonte investime, nuk vlerësonte tregje, shikonte, thjesht shikonte. Caroline mbante kamerën dhe fotografonte, pemët e vjetra, urat e gërta mbi lumenj të prazuar, shtëpit me Oxhak nga i dilte tymi lehtë, fëmijët që luanin afër rrugës dhe vëzhgonin makinën e huaj me kurjeshtrinë e lirë të fëmijërisë. Sophie i kishte fytyrën e ngjitur pas xhamit gjatë gjithë rrugës. "Artan," tha ajo papritur, "malet tuaja janë më të mëdha se të gjitha malet që kam parë." "Keni parë shumë male?" pyeti ai. "Kemi qenë në Colorado. Edhe ato janë të mëdha." "Po," pranoi Sophie, "por këto janë ndryshe." Hezitoi, duke kërkuar fjalën. "Këto duken si kanë histori brenda." Artani e shikoi në pasqyrën e pasme. Fëmia 8 vjeçare kishte thënë atë gjë që shumë të rritur nuk arrinin të artikulonin. Malet shqiptare nuk ishin thjesht gjeografi, ishin kujtesë, ishin gjak i tharë, ishin besa e mbajtur e thyer, luftimet harruara dhe të paharruara, breza mbi breza njerëzish që kishin ngjitur e zbritur ato shtigje me barë, gëzim dhe mall dhe dashuri. "Po," tha Artani, "kanë histori brenda." Fshati Artanit nuk ishte fare si hotelet apo qytetet turistike. Ishte njëri prej atyre fshatrave të Shqipërisë veriore që koha i kishte lënë pak prapa, jo me keq, por me atë qetësi dinjitoze të vendeve që nuk kanë ngaruar kurrë për shpejtësinë e modernitetit. Shtëpitë e gurta, kopshtet e mbjellura me kujtesë, rruga qendrore e shtruar me kaldrëm të vjetër, të lëmuar nga sheku i këmbësh. Nëna e Artanit priste te porta. Ishte grua e vogël, me flokë të bardha të mbledhura prapa, me fytyrë të rrudhosur nga dielli dhe nga mosha, dhe nga shumë e shumë vjet jetese të plot, me sy të zinje të gjallë që shihnin gjithçka dhe fshihnin pak. Mbante brez të qëndisur, atë pundore shqiptare me ngjyrat kuqe e të zeza që trashëgohej prej brezave. Kur pa Artanin, bëri diçka shumë të thjeshtë. E zuri nga fytyra me të dy duart, si bëjnë nënat, si kanë bërë gjithmonë nënat, dhe e shikoi si e shikonte herën e fundit kur kishte qenë fëmijë dhe donte ta mbante me vete. "Artan?" tha ajo vetëm. Njëra fjalë, por ajo fjalë kishte brenda gjithçka. Ai u ul me gjunjë, jo si gjest simbolik, por natyrshëm, si trupi i tij e dinte se si duhet të ishte para asaj gruaje të vogël me duart e ashpra, dhe e mbajti kokën mbi gjoksin e saj. Ajo i vuri dorën mbi kokë dhe qëndroi kështu, pa thënë asgjë, duke e mbajtur djalin e largët kthyer. Thomas, Caroline dhe Sophie qëndruan pak prapa, si dëshmitar të diçkaje shumë private dhe shumë të bukur. Caroline kishte lot, nuk i fshiu. Sophie shikonte me sytë e mëdhenj. Pastaj, pa e pyetur askand, u afrua ngadalë te nëna e Artanit dhe tha me shqipen e saj të thyer, por të sinqert: "Mirëmbrama, unë jam Sophie." Nëna e Artanit e shikoi fëmijën. Fëmijën e huaj, me flok blonde, me sytë gjelbër,
me atë gjuhën e saj të çuditshme dhe të bukur, dhe pastaj bëri atë gjë shumë shqiptare. E mori fytyrën e Sofis midis duarve, e pa drejt për drejt dhe buzëqeshi me atë buzëqeshje të nënave të vjetra që nuk ka nevojë për fjalë. "Eja brenda," tha ajo shqip. "Buka është gati." Artani e përktheu. Sofi triumfoi. Ata qëndruan 3 ditë në fshat. Ishin 3 ditët e padëgjuara, 3 ditë ku 2 botë shumë të ndryshme u ulën pranë njëra tjetrës dhe zbuluan se gjuhët e ndryshme nuk pengojnë kur zemrat flasin të njëjtën gjuhë. Nëna e Artanit gatuante dhe Thomas hëngri me atë kënaqësi të vërtetë të atij njeriu që ka ndjerë gjithë jetën shijen e kuzhinës së hoteleve të shtrenjta dhe papritur zbulon se buka e pjekur mbi oxhak nuk ka çmim. Caroline ndihmuaj në kopsht, punë me duar dhe qeshi kur mësuesja e saj e rastësishme, nëna e Artanit, i tregoi me gjest si mbi ripreshja dhe si duhej të mbaje grepin. Sofi u bë miq me 2 fëmijë të fshatit, mënyra si fëmijët gjenden gjithmonë, pa nevojë për prezantime formale, pa pengesa kulturore, pa filtrat e të rriturve. Luajtën me gjithë ndryshimet dhe me gjithë barierat gjuhësore dhe nuk i duku problem. Thomas ngjiti malin njërin mëngjes me Artanin. U ngritën herët para se të zgjoheshin të tjerët dhe ngjitën rrugën e ngushtë guri që çonte lart, ku pemët humbte dhe shkëmbi fillonte dhe qielli bëhej i gjerë e i hapur si diçka jashtë asaj bote. Nga lart shihej gjithçka. Fshati poshtë i vogël, luginat e gjelbra, malet tjera si vale guri të ngrizura dhe larg, shumë larg, ajo vija e holl argjendi e rumit. Qëndruan aty pa folur për gjatë. Pastaj Thomas tha: "Kuptonani." "Çfarë kuptoni? Pse jeni si jeni?" Artani e priti. "Njeriu që rritet këtu," tha Thomas ngadalë, duke shikuar hapësirën e madhe para tij, "e sheh gjëra larg, mëson të jeti vogël para diçkaje të madhe, dhe kjo, hezitoi, kjo të bën humble, të vërtet humble, jo atë humble performative të biznesit. Malet të mësojnë se je kalimtar, guri mbetet, ti ikën, kjo është mësia e maleve." Thomas e shikoi. "Kur nuk keni menduar kështu, sepse kur nuk keni ndetur mjaftueshëm mbi mal." Thomas qeshi, atë qeshjen e vërtet, e thellë. "Dua të vi sërish. Dera e nënës ime është gjithmonë e hapur." Kthimi nga Shqipëria solli ndryshime të qeta por të thella. Thomas Hartwell filloi procedurat e investimit, jo thjesht si biznes, por me atë kujdes të dikujt që investon në diçka ku ka lënë pjesë shpirtërore. Hartwell Capital hapi diskutime me partner lokal shqiptar për infrastrukturë energjetike, projektim, studim, bashkëpunim teknik. Artani ishte ndërmjetësi natyral, jo vetëm sepse dinte gjuhën dhe kulturën, por sepse kishte atë gjë shumë të çmuar, besimin e të dyja palëve. Besimi Krasniqi, kur e mori vesh, tha me atë gëzimin e tij karakteristik: "Artan, ti nuk shpëtove vetëm vajzën, ti shpëtove edhe ekonominë shqiptare." "Teprojnë shumë sot," tha Artan. "Jo mjaftueshëm," tha Besimi. Por jashtë humorit, kishte diçka reale që po ndodhte. Atë lidhje ngadalshme mes 2 botëve, ajo urë ndërtuar jo me çimento dhe hekur, por me besim dhe respekt, dhe atë gjë shumë të rrallë, bashkëkuptim njerëzor. Shtatorja e vitit të dytë solli diçka tjetër, diçka shumë personale. Artan takoi Mirën. Ishte shqiptare, nga Korça, që kishte jetuar 7 vjet në Asheville, punonte si infermieret e spitali i qytetit. E kishte takuar të një darkë e komunitetit shqiptar, ato darka të rregullta ku shqiptarët e diasporës mblidheshin, hanin, kujtonin, qeshnin dhe bënin atë gjë të pamundur por të domosdoshme, mbanin gjallë diçka nga vendi i tyre mes vendit të ri. Mira ishte grua e qetë, me atë qetësi aktive të dikujt që ka mendim të fortë, por nuk ka nevojë ta imponojë. Kishte humor të thatë, shqipe të bukur dhe atë mënyrë të shikimit direkt që i bënte të qartë se nuk kishte kohë për gjysmë gjëra. Kishin folur natën e parë për 3 orë pa e ndjerë. Për Shqipërinë, për emigrimin, për punën, për librat, Mira lexonte shumë, dhe për atë pyetje të vjetër që çdo emigrant e mbarte. "Do të kthehesh?" "Nuk e di ende," kishte thënë Artan. "Asun," kishte thënë Mira. Por mendoj se pyetja e vërtet nuk është ku je, por si je. Ai e kishte shikuar. Si e kuptoni? Shtëpia nuk është vend, shtëpia është gjendje shpirtërore. Pastaj kishte buzëqeshur.
Ose ndoshta unë thjesht po justifikoj se nuk e kisha forcën të ktheheshim. Jo, kishte thënë Artan, keni të drejtë. Sofi e takoi Mirën pas 2 muajsh dhe vendosi me njëherë, me atë instinkt absolut të fëmijëve, se e pëlqente. Flet shqip si ti, i tha Artanit. Ajo është nga Shqipëria. Po, pastaj me seriozitet. Ke duar të ngrohta, i tha Mirës direkt. Kur shtrëngon dorën, ndihet ngrohtë. Mira kishte qeshur, i lirshëm, i sinqert. Faleminderit, Sofi. Ju them gjithmonë të vërtetën, kishte paralajmëruar Sofi. Edhe unë, kishte thënë Mira. Ndaj besoj do t'jemi miq të mirë. Caroline, duke parë këtë shkëmbim, kishte gjetur sytë e Thomasit. Ai kishte nodur pak, atë noding e bashkëshortëve të vjetër që komunikon libra bisede pa asnjë fjalë. 2 vjet e gjysmë pas ditës së lumit, Artan Gashi bëri diçka që nuk e kishte bërë kurrë. Dëgjoi historinë e tij. Jo nga ai vet, ai nuk ishte folur kurrë publikisht, por Sophie Hartwell, 9 vjeç tani, u dëgjua nga shkolla e saj kur bëri prezantim para klasës mbi njeriun që më ka mësuar shumë. E kishte zgjedhur Artanin. Kishte treguar me fjalë të vogla, me sinqeritetin e fëmijëve, historinë e lumit, mësimin e shqipes, udhëtimin në Shqipëri, malet. Kishte përfunduar kështu. Artan më ka mësuar se burnëria e vërtet nuk është të mos kesh frikë, është të bësh gjën e duhur edhe kur ke frikë, dhe se gjuha nuk ndan njerëzit, i bashkon, po ta mësosh me zemër. Mësuesja e kishte dërguar tekstin te Caroline. Caroline ja u dërgoi Artanit. Ai e lexoi 2 herë. Mbajti telefonin, shkoi te dritarja, shikoi lart tek qielli. Mendoi nëse ky burr i vjetër nga Mali, me duar të zeza dhe heshtimin e tij dinjitoz, do ta kishte njohur djalin e tij në këtë histori. Nëse do ta kishte thënë, kjo është unë, kjo jemi ne, kjo është gjaku ynë. Mendoi se po. Pranvera e tretë, ditë e mërkurë, mëngjes herët. Artan u zgjua në orën 5:30, si gjithmonë, pa alarm, me atë ritëm të trupit që nuk ndryshon. Uli këmbët në dysheme, ndjeu të ftohtin e drurit në shputat e tij. Por kësaj here, dhoma nuk ishte e njëjta. Ishte pak më e madhe. Kishin lëvizur para 6 muajsh, ai dhe Mira në një apartament me 2 dhoma afër parkut. Kishte diell të mëngjesit, kishte libra të saj mbi rrafshtet e tij. Kishte atë erë specifike të shtëpive ku jetojnë 2 njerëz bashk dhe kanë vendosur të ndërtojnë diçka të qëndrueshme. Mira flinte ende. Ai u ngrit me kujdes, mori xhaketën e tij dhe doli te veranda e vogël. Qyteti i zgjohej ngadalë. Dritat e para të makinave, disa zogj të hershëm, era e kafes nga diku afër. Mendoi për gjithçka që kishte ndodhur. Lumit, Sofis, Thomasit, nënës, Mirës, bursat, malit, fshatin, letrave, dimrit dhe verës dhe pranverës. Mendoi si njëra gjë çon tjetrën, si jeta nuk është sekuencë e planifikuar, por histori e improvizuar nga njerëz që zgjedhin si të veprojnë në çastet kyçe. Ai kishte zgjedhur. Atë mëngjes mbi urë, me lëvizje instinktive, pa llogaritje, pa plan, kishte zgjedhur t'i bindet trupin e tij para mendjes. Kishte zgjedhur jetën e tjetrit para sigurisë së tij. Kishte zgjedhur besën, atë fjalë të vjetër shqipe pa përkthim, edhe mes lumit të huaj, edhe mes botës tjetër, edhe kur nuk e dinte kush ishte ajo vajzë me sytë e gjelbër. Dhe ajo zgjedhje, ajo sekonde vetme, kishte ndryshuar gjithçka. Jo sepse kishte sjell shpërblim, jo sepse kishte sjell sukses, jo sepse kishte sjell famë, por sepse kishte treguar atë gjë të thjeshtë dhe shumë të vështirë njëkohësisht, se njeriu bëhet i plot, jo kur grumbullon, por kur jep. Mira doli te veranda me 2 filxhan kafe. I dha njërin, ul pranë tij. "Çfarë mendon?" pyeti ajo, duke e njohur atë heshtjen e tij. "Mendoj se jam mirë", tha ai. Ajo e shikoi. "Vërtet?" "Vërtet." Pastaj, "Mendoj se babai im do ta kishte dashur e shvillin." Mira buzëqeshi. "Pse?" "Lumi", tha ai. Ai donte lumet. Ulën kështu, të dy, me kafen e ngrohtë ndërmjet duarve, duke shikuar qytetin që zgjoi, duke ndjer atë heshtje të çuditshme dhe të plot të mëngjeseve. Disa histori nuk kanë fund, kanë vetëm horizont. Horizont që zhvendoset me çdo hap përpara, që zgjerohet me çdo vendim, që thellohet me çdo njeri të takuar. Artan Gashi nuk u bë hero sepse donte të bëhej.
U bë hero sepse nuk ndaloi të mendonte kur kishte sekonda për të vepruar. Nuk u bë shembull sepse planifikoi të bëhej. U bë shembull sepse jetoi me ato vlera të thjeshta të cilat nuk kanë nevojë për audiencë, nderin, besën, guximin, dashurinë për tjetrin. Ai mbeti ai njeri i thjesht nga mali, edhe me punën e re, edhe me miqësinë e Thomasit, edhe me mirën, edhe me bursën që mbante emrin e tij, edhe me Sofin që tashmë fliste shqipen e saj të bukur dhe të thyer. Mbeti ai njeri që kur dikush pyete, "Çfarë bëri heroin?" Ai thoshte, "Nuk bëra asgjë heroike, bëra atë që çdo njeri do ta bënte." Dhe ndoshta pikërisht kjo ishte heroizmi i tij i vërtet, besimi i sinqert se çdo njeri do të bënte të njëjtën gjë. Thomas Hartwell ndryshoi, jo papritur, jo me spektakël, por me atë ngadalësi të transformimit real. Filloi ta shihte botën pak më ndryshe, jo nëpërmjet spreadsheeteve dhe projeksioneve dhe analizave tregu, por edhe nëpërmjet asaj pyetjeje të thjeshtë që Artania kishte mësuar pa e ditur. Çfarë do të linte pas nëse shkonte nesër? Jo parat, jo emrin e kompanisë, por ato momente kur kishte bërë diçka të vërtet, kur kishte folur me dikën nga zemra, kur kishte ndihmuar jo si detyrim, por si zgjedhje, kur kishte qenë babi pranishëm, burri pranishëm, njeri i pranishëm. Ai nuk e braktisi biznesin, nuk ishte historia e atij njeriu, por e ndërtoi ndryshe, me pak më shumë njerëzim, me pak më shumë durim, me pak më shumë dëgjim. Dhe vëllain e tij të vdekur, Markun, e mbajti ndryshe tani, jo si barë fajsie, por si kujtim ndriçues, si njeri i vogël me 11 vjet që e kishte dashur dhe e kishte humbur, dhe kjo humbje kishte dhënë diçka edhe ajo. Kishte dhënë atë ndjeshmëri të thellë ndaj rrezikut të fëmijëve, kishte dhënë atë reagim të menjëhershëm kur Sofi ishte zhdukur, kishte dhënë atë qarjen e heshtur me cilin ai kishte parë Artanin duke nxjerr vajzën e tij nga uji. Mark do të ishte krenar. Caroline ruante atë fotografi, e bërë rastësisht nga një dëshmitar mbi ura të mëngjes, ku Artani qëndronte mbi breg me batanierën argjendi dhe Sofi e vogël shtrirë para tij dhe duart e tij të mëdha mbi gjoksin e saj duke bërë kompresionet. Imazhi turbutur, i marrë me telefon, pa kompozicion artistik. Por kishte diçka në atë foto, diçka që ajo nuk mund ta shpjegonte plotësisht, por e ndjente çdo herë që e shikonte. Kishte dhunën e butë të shpëtimit, kishte themelin primitiv të dashurisë njerëzore, atë gjë që na bën njerëz dhe jo kafsh, faktin se mund të rrezikojmë jetën tonë për dikë që nuk e njohim. E kishte varur te doma e Sofis, jo si trofe, jo si kujtim traume, por si kujtesë së diçkaje shumë të rëndësishme. Kujtesë se bota, me gjithë errësirat e saj, prodhon edhe njerëz si Artani, se edhe mëngjeset e Romonde mund të shndrohen nga njëri sekond, se heroizmi nuk ec me mburoj dhe shpat, por me xhaketë të hedhur mbi ur dhe me zemër që vendos para mendjes. Sophie Hartwell u rrit me 2 gjuhë, 2 kultura, 2 botë, u rrit me historitë e maleve shqiptare dhe me strukturën e qyteteve amerikane. U rrit me nënën e Artanit që i kishte dërguar çdo vit dhurat, herë qëndisje, herë arramali, herë letër me dorëshkrim të bukur shqip, dhe me Artanin që i shpjegonte çdo fjalë të re me durim. U rrit duke besuar se njerëzimi nuk është abstraksion filozofik, por gjë shumë konkrete, burr që hedhet në lum pa menduar. Kur rritur, kur studiuar, kur pyeten pse zgjodhe këtë rrugë, ajo u përgjigj gjithmonë me të njëjtën histori. Histori të lumit. Histori të Artanit. Dhe Artan vet, ai vazhdoi të jetojë thjesht, sepse kjo ishte natyra e tij dhe nuk ndryshon natyrën. Kursoi, punoi, deshi, ndërtoi. Shkoi çdo 2 vjet në Shqipëri, me mirën, pastaj edhe me atë fëmijë të vogël që erdhi pas 2 vitesh, djalin e tyre që e quajten Gent, me emrin e një mbreti të lashtë i lirë. Çoi Gentin te nëna e tij, tek ajo grua e vogël me sytë gjallë, dhe pasi ajo mbante nipin me atë mënyrë të nënave të vjetra, si diçka shumë të çmuar, si diçka që e dinin sa do të zgjaste dhe deshën ta mbajnin sa të mundeshin. Mbajti marrëdhënien me familjen Hartwell, jo si obligim, por si lidhje gjenuine, si ato miqësitë e rralla që kalojnë çdo kategori dhe mbeten për jetë. Thomas vazhdoi të investonte, vazhdoi të vinte herë në Shqipëri, vazhdoi ato biseda të verandës me whisky ose pa. Sophie mbaroi shkollën fillore duke cituar fjali shqipe. Caroline filloi të mësonte shqipe dhe ajo. Nëse gruaja ime nuk më kalon, kishte thënë Thomas si shaka. Besimi Krasniqi mori pensionin dhe filloi të shkruante kujtime. Ja dedikoi një kapitull të tërë Artanit. Titull: Burrëria e lumit. Artani lexoi kapitullin, e falenderoi Besimin dhe pastaj i tha:
kur mos e boto. Besimi, publiku me njëherë. Njëra mbrëmje, shumë vjet pas asaj dite, Artan qëndroi sërish mbi urën mbi French Broad River. Ishte vetëm, Mira dhe Genti ishin në shtëpi. Qyteti kishte ndriçimet e tij të ngrohta prapa tij. Uji rrjedhte poshtë, i njëjtë, gjithmonë i njëjtë, gjithmonë ndryshe. U mbështet mbi brinjën metalike dhe shikoi poshtë. Mendoi atë mëngjes, sekondat e para kur kishte dëgjuar zërin, hedhja, të ftohtit si mur, lufta me rrymën, gjetja e saj dore të vogël ftohtë, bregu, kompresionet, atë kolle vogël heroike. Dhe pastaj gjithë ato vite që kishin ardhur nga ajo kolle vogël. Lumi nuk pyet kurrë kë po merr, por nganjëherë, rrallë, por nganjëherë, ndodhin njerëz që hedhen pas tij. Dhe ata njerëz të thjeshtë, të zakonshëm, të ndërtuar nga dhe gjak dhe histori e lashtë malesh, ata janë ata që mbajnë gjallë besimin se bota ka kuptim. Se midis gjithë errësirës dhe gjithë zhurmës, dhe gjithë komenteve boshe të internetit, dhe gjithë cinizmit të kohës, ka ende njerëz që veprojnë nga zemra, plotësisht, pa llogaritje, pa kamera, pa audiencë, thjesht sepse dikush kishte nevojë, dhe ata ishin aty. Kjo është historia e Artan Gashit, historia e shqiptarit të thjesht, të punëtorit, me zemër të madhe, atij njeriu që kishte sjell me vete nga malet e tij të largta, atë gjë të vjetër e të çmuar, besën, fjalën e dhënë vetes dhe të tjerëve, premtimin e heshtur se do të qëndrosh njëri, pavarësisht çdo gjë. Ai nuk e bëri për historinë, por historia e bëri për të gjithë ne. Nëse kjo histori ju preku, nëse besoni se bota ka nevojë për më shumë njerëz si Artan, shkruani në komente heroi vërtet, sepse fjalët tona mbajnë gjallë vlerat dhe vlerat mbajnë gjallë njerëzimin.